Mirëmëngjes, vajza, mirëmëngjes I them edhe vetësime sot. Si kam thënë ndonjëherë vetësime, mirëmëngjes, është era par Franc, mirëmëngjes, si je sot? Shumë mirë. Shumë mirë sepse I thash, ata janë 3. sepse sot jemi 3 Më në fund jemi 3 po. Një munges nga ana ime dje. Mos I shkoj. Ju mori në çik malli? Na mori shumë malli. Në fakt, unë isha te vendi. Mirë shkoj. Okej. Doni të më bëni dalje domethënë ti. Mos dvim. Ne thamë që u bëm prap 3. Ne po fillonim të mendonim të bënim spote të tjera në kjo Ada, për shembull, ishin 2, ishte 1 edhe thjesht ishim pastaj. Edhe studio bosh. Si je ti? Je mirë? Mirë. Ishte thjesht një problem I vogël shëndetësor, asgjë për të shqetësuar, por gjëra që ndodhin. Faleminderit shumë. Faleminderit për suportin që keni treguar. Mori dhe mama për ju të them të drejtën. Seriozisht. Po. Faleminderit. Pse mos u ty Franc? Si e bëna? Si e bën Maeva kështu. Shumë e bukur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Mikaela, ti si je sot? Mirëmëngjes, më Franc, shumë mirë pra. Unë e thash, tani që jemi 3, akoma më mirë. Domethënë unë të besoj gjithmonë kur ma thua këtë, shumë mirë më. Shumë mirë më pse ça duhet me pasën. Vetllën e ngrysme kështu, Jo, domethënë ma e kam super të mirë. ngritur, nuk e kam të ngrysur. Më mirë kështu, domethënë. E ke një lart një poshtë. Prandaj duket e ngrysur, po buzëqeshën e ka gjithmonë Mikaela. Po, kjo është e vërtet. Mikaela, E shikon pse më kishte marr malli. Ja. E shikon pse më Komplimente mungoj. që ti s'ditë ti bësh kurr, Franc. sezoni është I gjatë, më ju nuk është fajin që ju I kërkoni që në fillim këto gjëra. Nga fundi. Po Presim korikun e tani që ta thot një fjalë të mirë Franci. Avash, unë ja u kam thënë, po kush ka vesh le të dëgjoj, kush ka sy le të shikoj, po nejse se Pa. sot në fakt do kemi një temë shumë interesante, mos futemi që tani që në pikë të mëngjesit sa kemi hapur syt në këto temat filozofike dhe kështu me radhë, kur të vi momenti temës së ditës do flasim edhe gjëra filozofike. Mirëmëngjes gjithëve nga Premium Channel dhe Radio Travel 104.6 me mua Francin, Mikaelën dhe në Adën. Jemi në zgjohu po deshe. Kështu do kemi rubrika sot, ë? Po, si zakonisht, e njëjta është shumë e bukur, është hapësira që ne I dedikojmë librit për të gjithë ata mendje-ndriturit ose mendje-heturit për të lexuar libra të rinj. Do të kemi të ftuar që na sugjerojnë titujt më të rinj në treg, po ndoshta edhe botime të vjetra që janë harruar ose dikujt I kanë shpëtuar. Edhe ka mundësinë ti lexoj prapë edhe ti blej si libra. Nezi po pres në fakt. Nezi po pres momentin Gjithmonë me zi e pret. Po pra, rubrika e librit është. Rubrikën e fjalës dhe të librit. Çfarë Janë shumë territori jot. Akademikët këto I tërheqin. Patjetër. Më duket sikur kjo e njëjtja është shumë filozofike, se kemi këtë rubrikën e librit, pastaj tema është e tillë, përmbajtja apo koha. E zbusim pak më vonë me trendet e momentit, me travel hacksat, domethënë kemi edhe këtu hapësirë për ta zbutur për mos të bërë kaq filozofik gjatë gjithë kohës, kaq serioz. Se mëngjeset duhet jeni çik. Se na ngryset dhe vetulla dhe mërzitet Franci pastaj. Dhe më të buta, po. Pastaj është trim dorën fare me barcaletat, me kujtet tona. Da, se kemi barcalet shumë bukur edhe sot, po duroni edhe një 2 orë. Kështu I bie. Një 2 orë. Një 2 orë? Do bëjmë si do bëjmë. Mirë, hajde. Nëse do flasim edhe për travel news, prap, ne nuk rrim pa përmendur lajmet e botës, se çfarë ndodh nëpër botë, këto udhëtime, këto destinacione, turizmi, se vera është para, po vjen shumë shpejt. Ku do shkojmë këtë barta? Meqense këtu nuk është se ndodh shumë çka, dhe gjëra të bukura përgjithsisht, shohim ç'a bëhet nga bota se ka më shumë mundësi. Po, e vërtet është, do shikojmë edhe motin se si do jetë për ditën e koha po ngrohet, po vjen pranvera, sa me fat jemi. Më në fund një zim kështu me rrezë dielli, se ishte zyrë. Ishte një super mëngjes sot. Ngjyrë gri, sot është shumë e bukur dhe dita do jetë në vazhdim shumë e bukur. Ata që janë zgjuar dhe kanë parë se çfarë lindje dielli ishte sot, kanë bërë gjën më të mirë edhe nuk thon kot që duhet të ngrihesh që në mëngjes të shikosh atë diellin edhe dita e mirë duket që në mëngjes. Që në mëngjes, kështu thon, po. Fshati që duket s'do kall, jo kjo është tjetër. Është tjetër. Autobus, po. Më mirë na falni tash se është edhe kështu, na vijnë këto shprehje frazeologjike. Thënie të mençura nga Franc, si e ke mbi emrin Frankenstein? Franz Frashëri, kur është fjala për thënie të mençura e kam Frashëri mbi emrin. Kur thot këto gjërat kështu bëhen 4 vëllezrit Frashëri domethënë. Unë jam vllai që ha buk në vete në atë. Ti je vllai në migrim domethënë. Po, si gjithmonë. Ja, kështu nisi dita me diell, me biseda mes nesh, me Nadën që e kemi në studio. Më mbani fort ore. Jo, nuk të lëshojmë. Se i prapë mbaj pak gjatë gjithë kohës 2 orë gjysmë ta kapësh për dorë aty. Mos ta lëshosh asnjë moment po të them. Ndërkohë që ne përqafohemi se na ka marr malli, ju lëm shoqërinë një këngë. Mirëmëngjes nga Zgjohu po deshe.
Mirëmëngjes. Rikthehemi në studio, ishim me Ariana Grande. Shumë e madhe është kjo Ariana. Ariana e madhja. Mashallah. Ariana Gigande. Gigante fare. Ariana Gigandja. Ju njohim me parashikimin e motit për ditën e sotme. Këtë të enjte moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash më të theksuara në veri dhe në jug të vendit, në orët e mesditës dhe të pasdites. Reshjet e shiut pritet të bëhen prezente në veri dhe në jug prej orëve të mesditës, ndërsa në mbrëmje shiu do të pushojë. Era do të fryjë me drejtim juglindje dhe jugperëndim me një shpejtësi mesatare 10 metër për sekond. Sa i takon temperaturave për ditën e sotme, ato paraqiten kështu. Shkodra zgjot me temperatura 9 deri në 11 gradë Celsius, Tirana 3 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastra 9 deri në 13 gradë Celsius dhe Saranda 10 deri në 13 gradë Celsius. Dhe për kënaqësinë e Francit, Athina zgjot me temperatura 7 deri në 16 gradë Celsius. Ti faleminderit, po jem Si çik ndihesh për këtë? partizan pas luftës se nuk më pëlqen më moti Jo, Athinës. e ke tradhtuar? Po pra, Me kë e zvendçove? me Podgoricën. Mirë, Podgorica zgjot me temperatura 7 deri në 10 gradë Faleminderit. Ka lezet, ka lezet, e kupton. Ki e parasysh edhe për javën tjetër Podgoricën. Podgoricën do mbajmë javën tjetër shumë mirë. Do ta kem kështu si qytet të ditës, si Ke qenë në Podgoricë? Jo. Jo, nuk kam qenë në Podgoricë. Shumë i vogël si vend. Është qytet i vogël, Shumë i i vogël. këndshëm, i mbledhur, kështu i themi. Mbledhur. I mbledhur. Më e bukur është Korça se sa Podgorica në fakt. Korça është më e bukur edhe se Athina. Po nëse tjetër muhabet ky. Edhe se Londra. Edhe se Londra. E keni vënë që kjo koha sa vjen edhe po ftohet ky dimër sikur e ka marrë kështu me, domethënë e ka lënë të ftohtën për në fund fare. A thua? Po pra. Unë mendoj se ndjem fare. Jo, vapa me gushtin. jo, do filloj të bëj ftohtë më ftohtë akoma. Ne kemi 2 ditë që na duket jo kur? dimër, po acar. Tani Po. shkurti po del. Në mars do jetë Po, ftohtë. më pse çka ka? Edhe në mars ka bërë gjithmonë ftohtë, punë, ka rënë edhe të borë në do bëj mars edhe po në Shira tjetër. po tjetër. ka patur. Kur janë ajo, Po, kur është ajo java e xhaxhallareve, tezeve, plakave, si E është ajo? plakave, Është në gjysheve, prill. nënave. E nënave, është në prill ajo, e pra Ky ftohet. xhaxhallarve duhet jetë e re se s'ka. Por ne tani në program jemi edhe kështu Për të gjithë familjen. Po, jemi për gjithë fisti. familjen. Edhe kemi gjithmonë risi, si më thënë. Ato festat e ditës i kemi edhe në përbot, Po, edhe tani- çfarë festohet. Po shpikim edhe këto të tjerat, nuk mjaftojnë festat. Nuk mjafton një fest. E ja Po, kështu. jemi këtu me Korin Lira. Kori Lira. Okej. Gëzuar. Gëzuar, i bëth mirë juve se Ti pas ku e keni ke mbaruar. kafen? Unë e Ja. kam pirë moj. Këtu. Sa shpejt more? Zotëria e ka pirë, po e pisi italianët kë. Ah, un espresso per Unë favore. espresso, per favore, mirëmëngjes gjithëve atyre që sapo kanë marrë kafen e parë të ditës edhe e kanë rrëkëllyer Ju si themi puna që ju ime. duhen 2 deri në 3 për të zgjuar tamam. Jo, një Dhe për të mjafton. vazhduar ditën. Po. Të marrim njëherë bujarin ta pyesim e ka pirë kafen e Oh, para bujari apo? sa më ka marr malli, dua t'i dëgjoj zërin. Duhet ishte dieti. Ah, more bujar, more bujar. Djeshta ai bujari Ishte që dje. të pëlqente ty. I Ai preferuar qeti. jo. Mos ta humba. Alo. Alo, Oh, Hey, mirëmëngjes. mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni mirë? mirë si jeti? Oh, faleminderit. Po, kush është? Një ditë shumë interesante sot do të Ah. thonë, një ditë me një diell shkëlqimtar. Oh, ju jeni ai, bujar intelektuali. Oh, kështu njihem Që në bën rrethin. part-time tonë. taksi. Po, kjo është e vërtetë. Në fakt unë e kam nisur si profesion full time, por tani jam kthyer në një taksistë profesion, si thua, part time. Part-time. Si jeni me vajza mirë? Kuptove që të binte më mirë të bëje taksistin, se sa intelektualin. Në fakt Këtë nuk po thua. të jetë frenetike me ky këto ritme të jashtëzakonshme që po shkon bota globalize sot, është mirë që të zgjedhësh disa profesione, të kesh frap në xhep, kështu e ti nxjerrësh. Duket që jeni një metroseksual Me shumë masa në shumë i kuruar. Faleminderit. Jam kurioze të di çfarë profesioni keni tjetër zotëri përveç të taksist. Në fakt unë do të them një gjë gati dhe filozofike, do thoya Të unë lutem. profesioni im ideal dhe si thua që mua më pëlqen shumë është jem misterios. Misterios, është Çfarë profesioni profesioni? ky. Faleminderit. Paguhet mirë? Ka fitim? Në fakt unë e bëj më shumë nga si vetjare, jo për, po u thoni, është një gjë që Do me thënë janë ban mister edhe vetes fitimet. Po, kur As më vetë nuk e ndon, di çfarë bën, pra, më aq pëlqen- misterios është. Më pëlqen kjo që sa do theti Mikaela, është shumë interesant, shumë interesant.
O të flasim pak për trafiku se mos Kesh dëshirën e menduam mos vetë flisë për ndonjë gjë Ju tjetër. lutem mos më devioni tani kështu se unë haberdaj kam si kështu si, kuptoni? Trafiku sot në fakt është një trafik elokuent. Filip se më duket si analist Do të politik. thoja, është një trafik elokuent, Elokuent. është një Është i trafik rrjedhshëm? i rrjedhshëm, thoya sepse ka dalë ky dielli që i fuet njerëzve nëpër shtëpitë e tyre dhe i bën që të zgjohen me një aureol tjetër për ditën e tyre. Zona që është, si thuash, ajo zona që ka një farë, si thuash, një farë, Që nuk është aq elokuente. po, por ka një trill të çuditshëm me vetvete. Kam përshtypjen që je taksist vetëm në zonat elitare të Tiranës, ë? Jo domosdoshmërisht. Janë intelektualët apo? Unë me taksin time kam një farë obligatuariteti që të jem në të gjithë zonat kryesore të Tiranës Fal, të lutem mbaje pak se më zuri. Si ishte kjo fjala? Obligatuaritet, si thua, është një farë Obligatuaritet. detyrimi moral, etik dhe shpirtëror që un kam ndaj klientëve të mi dhe ndaj atyre që pretendojnë të jenë klientët e mi në të ardhmen, ëh. Sigurisht që është implicit fakti që unë Ikëm shumë larg. deri në orën 10 do Po jem. taksist me doktoratur s'kisha hasur ndonjëherë. Deri në orën 10 do jem pranë gjithë klientelës time. Deri në orën 10. Patjetër. Po pastaj? Pastaj bëhem çik më selektiv. Më selektiv. Aha, pastaj Në kam subkonsciencën tënde inkandeshente. Po, është një fluorescente. ekzigjencë, në fakt është një ekzigjencë inse që në genuitetin e vet mua më çon në Elbasan, në Durrës dhe më rikthen sërish në Tiranë. Kjo është ide, më kuptoni po. Cilat janë Të kuptuam, po s'të morë veshta. Da. Cilat janë zonat që kanë ata klientët që ti do që mund të bësh biseda fluorescente, inkandeshente, eminishente? Kjo është një pyetje shumë e bukur, më ke bërë një pyetje vërtet shumë interesante. Në fakt unë zona që më pëlqen shumë janë 5 maj, 21 dhjetori. Janë këto zona që kanë shifror për atë vetë, kuptoni? Shifror? Po, që kanë këto 21, 5, 6, 7. Përqej numrat, numerologjia, apo? Un kam një diplomë në numerologji, kam bërë një master shkencor jashtë shtetit. Vetëm një diplomë? E dyshoj shumë. Gjithsesi Vetëm një diplom për këtë gjë, se okay. ka disa diploma për gjëra të ndryshme. Je lirë të mendosh çfarë duash, vajzë, mua nuk është se më ngre ose më ul atë autoritetin tim, si thua edhe nëpërmjet kolegëve këtu, por gjithsesi. Kjo është ideja, doni të dini gjë tjetër? Jo, nuk doni të dini gjë tjetër. Trafikun donim të dinim në fakt, po. E dini se si do jetë trafiku sot më? Po. Duam ta Çfarë dim, ta ndodhi, gjem kush të nga ty. Po, pushtoi? Trafiku sot do jetë e thash edhe një elokuent. Eloquent. Më fal, Po. çfarë është një horoskopi jeni? Unë jam një dash 24 garaç. Dash. Po. Tjetër gjë doni të dini? Doni të dini ndonjë gjë tjetër më? Jo, të lutem. Kemi S'doni frikë të të dini ndonjë gjë pyesim. tjetër. Okej, mirë, okej. A Faleminderit. keni dhe një pyetje të fundit, një person, një model që e keni idhull, ndoshta nga Përveç vetes. personazhet e famshëm në Shqipëri, Po. që mendon që ka kapacitetin e dur, ka formimin edhe Po vjen në thoni- nivelin tënd. Po thoni për këtu në Shqipëri apo po thoni për botë? Shqipëri. Në Shqipëri në fakt unë jam i lidhur shumë me figura historike të kaluara. Po lëre të kaluarën aktuale. Aktuale unë jam Se për model Aktuale më duket se ka atë kolegun ton, aktorin. gjithmonë Franz Brekun. përfundojmë te Themistokliu, Jo, të unë lutem- aktual në fakt më falni edhe mos më falni për mungesën e modestisë, por përveç vetes unë nuk kam model tjetër të cilit i referohem. Kjo është ide. Jo, Pra nuk absolutisht. pëlqen niveli në Shqipëri. Absolutisht. Nuk kam atë, si thua, pasqyrën time ndaj realitetit, jam Më serioz. fal, po e ke pak të thyer pasqyrën. Për të Me ato që paktën na ndodhen, tha. të paktën është një pasqyrë që ka ekzistuar dikur, okay? Okej. Njerëzit paguajnë me para në taksin tënde apo me libra? Dollar, euro, para, dinar, lira, çfarë do ndodh ne dhe libra filozofik do ishte shumë mirë. Më lexove shumë mirë ti vajzë. lexova. Po, faleminderit shumë. Kjo është ideja. Mirë, të lëm të ikësh? Okej, faleminderit. Rrugë të mbarë, do Faleminderit të ty. shkosh. Ej, vajza, paçi. Pacim.
Ky ishte bujari më bujar. Zakonisht të bëjmë kështu palçe me Mblodhe, e përmblodhi situatën. Shumë i lezetshëm. Të pëlqeu më Franc ky taksisti. A the që çdo të ente do kemi Bujar intelektuale. Po pra, do kemi, meqense entja është një farë, domethënë Një farë dite intelektuale. Do kemi dhe ne këtë bujarin që sapo dëgjuam, do ta kemi çdo të ente. Punë të parë ky kishte misterios. Së dyti ishte taksist, pastaj edhe intelektual. Shqipëri gjën këto. Filozof. Mirë, ajo vjen pastaj shkak pasoj, domethënë rrjedhim mirë. Nëse un kam shumë respekt për ata zotërin taksist, të cilët sigurisht që përhapen për tema kështu. Por kanë një farë dije shumë interesante për gjëra që ndodhin, janë të përditësuar me gjëra, kështu që ka një dekadencë. Si të mos kenë. Me gjitha ato muhabete që bëjnë gjithë ditën me klientët, mos e di kush klient rri edhe i flet aty. Ka ish kapacitet sa ka ai bën biseda shumë thella, nuk e di. Tamam se shtetin Ada Muzuri. Nuk e di, por me kolegët e tim ka qelluar gjithmonë domethënë që bëjnë biseda dhe nuk pushojnë derisa arrin në destinacion. Tem një gëllënkës. Se je një gëllënkë këtij sa të them këto rrugët kryesore se si është situata. Tani sigurisht që motikthjellët kanë ndikuar në qarkullimin e trafikut, e kanë ndihmuar. Megjithatë, në autostradën Tiranë-Durrës ka fluks të lartë drejt hyrjes së kryeqytetit. Rruga e Kavajës ka ngadalësime në segmentin nga 21 dhjetori drejt qendrës. Rruga e Dibrës paraqitet me lëvizje të dendur, sidomos pranë shkollave dhe institucioneve. Unaza e Madhe është me trafik të shtuar në nyjet kryesore lidhëse. Rruga e Elbasanit ka fluks hyrje sërish drejt qendrës dhe rruga e Laprakës ka kolona të lehta vetëm në orët e para të mëngjesit. Kolona të lehta. Pra nuk ngec nëpër kolona pra. Jo, për Elbasanin. Më mirë ke sa Elbasanin, unë thash për Laprakën. E kam me qef të madh termin kolona. Po thoshim ne. Rikthehemi me korin ton. E bëjmë vetë muzikën e s'ka gjë. Ja, dëgjuam se si do ishte modi, dëgjuam se do ishte trafiku gjatë ditës sotme në Tiranë, do vazhdojmë të jemi në 104.6 Radio Travel dhe Premium Channel në Zjo Podeshe, kemi muzikë, shihemi pas pak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kjo është ajo kënga e fluturës. Flutura, dhe këta çunat shoh si flutura. Po. Janë të bukur, janë të këndshëm, po. Njësoj si fluturat, po. Mirë, qofshin shëndosh kudo që janë dhe i përshëndesim nëse po na ndjekin në këtë moment. Ata kanë Jonas Brothers, ne kemi Endrin dhe Stefin. Vëllezërit. Do vazhdoj të flas derisa të dëgjoj. Okej. Vazhdo fol, pra çdo na thuash. Çdo t'ju them tani, sepse erdhi. Tani nuk flitet, tani festohet. Festohet sepse jemi tek festa e ditës. Mirë, okay, do ta fillojmë në fakt me një festë shumë interesante dhe shumë domethënse dhe kuptim plot në të njëjtën kohë sepse sot kam edhe një festë me të ngrënë, Ada Pamerak. E lënë më vonë. Pak më vonë, por do ta nisim me ditën kundër plagjaturës, shumë e rëndësishme në fakt. Kundër, jo dita e plagjaturës. Po pra dita kundër plagjaturës. Se jo për gjë, po do festonin. Supozohet mos të ndodhi. Do festonte gjithë kombi. Po kështu na lën pa festë. Ajo është festë e përditshme. Është një gjë që duhet të shënoj atë ndërgjegjësimin për çështjet e plagjaturës në industri, në të gjitha subjektet e ndryshme. Sepse në fakt këto të drejtat e autorit janë shumë të rëndësishme. Ne këtu në Shqipëri ende vuajmë përgjithsisht për të drejtat e autorit, vuajmë për çështjet e plagjaturës që njerëzit ton ore kanë bërë atë, po s'beson njeri më vëlla, sepse ti nuk e ke me dokumenta. Po, e nuk të ndihmon në këtë aspekt. Kështu që e di çfarë ndodh sot mblidhen të gjithë njerëzit kanë vënë kështu për duar. Dhe protestojnë. Dhe nxjerrin gjithë tezat e tyre origjinale. Shiko, nuk është çudi, sa mirë që pas ka një festë të tillë. Po, do duhet ishte protest në fakt. Ne kemi shënuar si, domethënë e kemi quajtur këtë mini rubrikën tonë si festa e ditës, por në fakt është edhe ngjarje të rëndësishme. Pra ngjarje, si më thënë, që shënojnë një gjë shumë të rëndësishme. Te ne nuk e besoj që të festohet, se kur vjen puna ne s'mund të ngelemi pasaj pa intelektual. Po, kur vjen puna ti ke edhe në parlament deputet që diplomat e tyre i kanë plagjatur, pra të kopjuara, të vjedhura, kur arrin deri aty pjesa tjetër pastaj nuk digjen ana juaj. Pedagog pafund. Po. Kështu që është gjë shumë e rëndësishme në fakt kjo. Po më duket sikur po lëvizjeja normalizohet edhe me faktin e zhvillimit edhe ChatGPT-s. Domethënë edhe ajo është një formë plagjature, për sa kohë ti kërkon që detyrat e tua të kursit ose diplomën tënde ta bëj ChatGPT. Po.
Kjo në fakt është çike edhe detyrë e ministre son virtuale diellës që duhet të qëndrojë më te koka atyre antarëve të fundit të thella. Më mirë, thash, okay. Se ka patur një debat tjetër për këtë pjesë. Nuk e di, do ma thuash pastaj, mbas, apo do ma thuash. Nuk e ke dëgjuar për imazhin e ministres. Okay. Kolegja jote, okay. aktoria Nila Bisha. Po, mendova se ishte një gjë që ishte e zaruar si temë në momentin momentin që doli, vazhdon nevojë për zgjidhje. Okej, mirë, shikojmë tek ankesat e ditës. Imagjino kur është ndërhyrë deri aty se lidhet fiks me këtë festën. Domethënë fakti që përdoret imazhi pa dëshirën tënde. Kur e mendon, e drejtë nga jeta. Është edhe nuk ka fest pa muzikë, hajde të dëgjojmë çfarë muzikë. Ditë shumë interesante sot për të gjithë njerëzit që janë të dashuruar, të apasionuar pas kuajve, sepse është dita e kuajve arab. Po kuajt e tjerë do festojnë sot. Mirë, njihet si një nga pak kuajt arab, njihet si një nga racat më të janë shumë të bukur, më interesant. Al arab, edhe atë shtrenjtë. Edhe të shtrenjtë patjetër, por që ata njerëzit që i duan shumë kuajt, dhe veçanërisht të racë kuajsh sot kanë mundësinë që ta kthejnë në ditë feste për veten e tyre. Gëzuar të gjithë kuajve arab. Si do të festojnë se unë i dua ato kuajt për shembull. Si mund ta themi në gjuhën e tyre? Po bravo Nada. Gëzuar të gjithëve, keni një udhtim falas me një kal arab nga ana jon. Nuk e di. Mos bëj shumë premtim. Jo, ku e ke kalin? Po ti ç'kemoj, do ta qej, kam edhe unë lidhjet e mia me Emiratet e Bashkuara. Po ti bëj një udhëtim për veten një herë, pastaj Mirë vajza, do t'ju them një fest që ju do ta përqafoni më një herë sapo unë ta them sepse 068 40 63 423 na tregoni ku e parkoni kalin. Gjatë ditës është për vështirë, nuk ka fund parkimi. Na tregoni, po. Sot është unë kam vetëm në preferuar kalin me qenë Allah. Po pra ti duhet të festosh sot. Po sot unë me shoqërinë, me birra. Çfarë do festojmë sot? Bësh për atë festojmë për kalin sot, okay. Sot është edhe dita kombëtare, ndërkombëtare e qerpikëve për ju vajza. Po ti ke qerpik more? Muzikë për qerpikët. Për ju vajza. Okej, po. Ja Liena burrë qerpikët. Kam edhe unë qerpik, po për shembull pulisni qerpikët. Këtu tek ky imazh ilustrues që ma kanë nxjerr ku kam klikuar këtu në internet është një sy urdhone, është një sy. Sy vajze, po i grimuar, mund të ishte edhe janë kështu qerpik falso. Po pra, me që është festa e qerpikëve. Prandaj thash që për ju vajza më shumë e kupton që i lyheni, i bëni kështu çfarë ndodh me ato gjërat, apo jo, varja kot. Po, ndonjëherë po kur bëj make-up. Make-up. Dhe sigurisht, nuk ka fest pa muzikë dhe pa qerpik. Pa qerpik. Dhe mos mendoni që unë do t'ju lija pa një fest me të ngrëna. Po që nga produktiv shumë sot. Festa e vetullave kur është? Festa e vetullave do ta shikoj. Do të mblidhem me një grup. Tek qerpikës harrova t'ju thoja, njerëzit mblidhen në përballë, qëndrojnë përballë njëri tjetrit. Nuk do ishte keq. Në përballë qëndrojnë njerëzit përballë njëri tjetrit sot që është dita e qerpikëve dhe ja bëjnë kështu. Gëzuar. Është flutur. Vërtet? Nuk e di. Sa e bukur. Okej, të put domethënë. Gjithsesi ato qerpikët domethënë kur do na i dhurosh. Sa kërkesa keni ju, pastaj filloni jos na bën komplimenta, jo na bli trëndafila, jo na bli qerpik. O Franc, tani qerpikët tonë janë hiç asgjë në krahasim me udhëtimin që do i jep tjerëve me kalin arab. Po mirë më mirë, tash ne mundohemi të tregojmë ekonomikë të kursejmë të vëmë të qerpik. Sa qerpik edhe ju. Mirë, mbi kal ju mund të vendosni qerpik, edhe çfarë do ha. Me lë, edhe do hani edhe çokoladën me mente, sepse është dita e çokoladës me mente dhe sot. Gëzuar të gjithëve. Ju majva 3 çokoladë me mente. Për mua, për Nadën dhe për Mikael. Në shfaj Majevës, po nuk është faj. Istat më të çuditshme ndonjëherë. Nada se ti je kështu shumë e kujdesshme dhe mendon se ti je kështu e çuditshme mendova se do thosh. Jo, çfarë feste mund t'i korrespondoj këtyre festave të çuditshme nëse do bëj këtu në Shqipëri?
Festa e çuditshme? Po, pra si këto që kemi ne, po, sot për shembull. Festa e bidonit 5 kilosh. Aty që vendosen aty te parkimi. Për vend parkimi, po. Në një emision të festës të kalit. Këtyre blloqeve tullave që vejnë në rrugë. Ato janë festa të rëndësishme. Në një emision, do ta kemi. Në një emision paralel diku në botë, po festohet kjo. Në Shqipëri festohet dita e bidonit të parkimit. E pagures. Si thuhet? Bidon, shishe? Pagure është ajo e vogla. Është e vogla, po që e mban me vete. Po, e ujit me bot. Me bot. Po boto. Erdhi boti. Erdhi uji. Uji dai uji. Vetëm Shqipëri është kjo, këtë kemi unike. Te kam pasur kolon zanore kur kam jetuar në Astir dikur. Po, nga ora 2 deri në 5 pas dita. Nuk e di domethën. Po. Ku jemi? Mbaruan festat. Tu në studio jemi më duket. Nuk ka fest pa muzikë, edhe një herë. Për fundit. Festa para si e festa e ditë, festa e ditë. Nesër me festa të tjera njerëz. Kemi festën e ditës, arsye për të gëzuar, por edhe quizin gjeje ku arsye për të fituar. Një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot, një mundësi shumë e mirë për ju, por vetëm nëse përgjigjeni saktë për këtë pyetje. Në cilin vend njerëzit kërkojnë falje edhe kur i shkel ti? Hajde, sa të kulturuar që janë. Më fal edhe një herë si ishte kjo? Në cilin vend të botës, around the world, yeah. is a place, është një vend ku njerëzit kërkojnë falje edhe kur ti i shkel. Domethënë të shkelun ty Më shketi më fal. Kemi alternativa? Kemi alternativa. Japoni, Angli, Zvicër apo Kanada. Cili vend mund të jetë? Pa mendoni një herë. Mos harroni të shkruani edhe tek Instagrami im se. Po prit një herë të japim numrin. Prit. 068 Ose 40 63 423. Në cilin vend njerëzit kërkojnë falje edhe kur i shkel ti? E kupton? Unë dua të shkoj te ky vendi kur ta gjej ai njeriu në fund, dua të shkoj vetëm ta bëj këtë gjë, të shkel ndonjë. Të shkelësh të gjithë edhe të kërkojnë falje. Thonë im fal për shkak. Edhe dhe njëri thotë më falni që do t'i japim. Më falni një herë, më falni. Aty jeton ai tipi. Tani duhet të shkruajnë Instagramin e Premium Channel, por ju lutem se e kam me merak të madh, nuk e keni idenë se sa gëzon kur i shkruan dikush. Shkruani dhe te Instagrami. Dje për shkakun, dje Jurgeni që na e gjeti ato quizin që kishim dje. Shkruaj te Instagrami, po. Fituesi, po. Edhe kishte gjetur, ë. Po, kishte shkruar te Instagrami im edhe te Instagrami i Mikaelës, te Instagrami i kujtimit, po fituesi ishte te Franci. Fituesi është gjithmonë tek unë. Njerëz që ta dini këtë gjë. Si është ajo, domethënë ne jemi kampiona edhe kështu me radhë. O Tiron, apo jo ngatruat këngë. Në cilin vend kërkojnë falje edhe kur i shkel ti. Pra ti e bën gabimin, ata kërkojnë falje. Japoni, Zvicër, Kanada apo Angli, ë? Japoni, Angli, Zvicër apo Kanada. Edhe një numri telefonit 068 40 63 423. Dhe Instagrami i Premium Channel. Mirë mëngjesi të gjithëve, kaq edhe sa i takon quizit, shkëputemi me një këngë? Dëgjojmë një këngë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, nga zjo po deshe. Rikthehemi pra. Tani jemi vërtet të përgatitur se kemi lajme shumë interesante nga bota, siç u premtuam në fillim. Po pargëtoheshim, siç bëjmë ne zakonisht. Shumë mirë. Ato minutat e para i kemi për veten tonë, me sa duket. Po pra. Tani bëhemi serioz për njerëzit. Atëherë nëse i kemi për veten tonë, vim që në 5 këtu, rrim një orë. Çiksi herë. Ose që në 6:30 bëjmë gjysmë ore muhabet me njëri tjetrin. Jo, po flam bashk. Edhe zgjohemi bashk. Pa si ishte. E tepruam tani, kalim direkt te lajmet themun. Travel News. Patjetër. Jemi. Okej, po e filloj unë në fakt Travel News për sot, sepse gjatë këtij viti janë 2 nga eventet më të rëndësishme sportive që janë lojrat olimpike dimërore që janë ende duke u mbajtur në Milano dhe Cortina deri në datën 22, më duket se janë. Fat keq dje Lara Kulturi nuk shkoi në pritshmëritë që ne kishim, po sepse po pretendonin për medalje. Ajo është një skiatore vërtet shumë e talentuar, edhe e ka përfaqësuar denjësisht Shqipërinë. Denjësisht deri tani, dhe në fakt kam parë një vëmendje goxha të madhe kthyer sportit të skive këtë vit, gjë që s'ka ndodhur më përpara. Ndoshta. Mendoj se është merit e Larës në fakt. Po pikërisht, mbas është edhe merit e saj. Kemi
Okej, këtë vit kemi dhe Kupën e Botës që në fakt do mbahet në Amerikë, në Kanada dhe në Meksik. Kështu që ajo që po ndodh është që parashikohet një rritje shumë e ndjeshme e kërkesës për akomodim gjatë gjithë këtij viti, gjatë këtyre eventeve sportive, tani në lojrat olimpike dimërore dhe në Kupën e Botës. Janë eventet që tradicionalisht kanë gjeneruar shumë të ardhura dhe sipas statistikave parashikimet thonë që 55 deri në 65 milion dollar të ardhura. 65 milion dollar? 65 milion dollar. Por njerëzit nuk është se shkojnë vetëm për të ndjekur këto evente sportive atje, sepse për çfarë shkojnë tjetër? Po shkojnë, thon ata, shkojmë të shikojmë futboll, sport edhe kështu me radhë. Po të provojmë mirë këtë kuzhinën tradicionale, të shikojmë këto pika turistike që janë më të njohura në këtë vend. Dhe kësaj radhe meqense është si thua i shpërndar në 3 vende Kupa e Botës. Vizitojnë të gjitha po thua. Kështu që njerëz, nëse keni ndërmend të shkoni, klikoni një herë tek Vasi sepse do gjeni ofertat më të mira dhe më të lira sa i takon udhëtimeve që ju do bëni gjatë këtij viti. Shpresoj shumë që Shqipëria të kualifikohet në botëror sepse kjo do ishte një arsye më shumë për ne që të shkojmë në Kanada, në Amerikë dhe në Meksik për të parë ndeshjet dhe për të vizituar këto vende. Që vëjnë tana sjelltë, nuk shkojnë për ndeshjet, por shkojnë vizitojnë këto vende në sezone të tilla, pra kur ka aktivitete me shpresën se mos rastisin gjëkundi ndonjë personazh apo sportist. Po mua më duket sikur gjithmonë më shumë shqiptarët po gjejnë edhe arsye të tjera për të udhëtuar, jo vetëm për të parë destinacione dhe qytete shumë të bukura, po edhe për sporte, edhe për ndeshje. Jo detyrimisht për faktin që Shqipëria mund të jetë pjesë e botërore siç thua ti ose europianit të futboll, po ndeshje të skuadrave të zemrës, Italia është një nga vendet më të vizituara nga shqiptarët edhe për shkak të ndeshjeve të futbollit. Po, kjo është e vërtetë. Sidomos kur luan Milani. Jo vetëm për shkak të ndeshjeve të futbollit, por edhe për shkak të afërsisë, sepse po ndihmon edhe ajo. Patjetër, sepse njerëzit kanë parë gjithë jetën e tyre futboll italian dhe nuk e kanë, sidomos tani që gjërat janë lehtësuar shumë, mund të shkojnë ta shikojnë. Po shkojnë edhe për koncerte, po shkojnë edhe për të ndjekur ndeshje, edhe ndeshje tenisi. Edhe Formula 1 po ndiqet nga shqiptarët sepse kanë filluar rezervojnë shumë herët dhe mund gjesh vërtet bileta të mira. Këto janë disa arsye. Një nga ëndrat e mia është kjo që të shkoj të shikoj një garë të Formula 1. Mund të gjesh një bilet shumë të mirë për ta parë në Budapest. Është diku tani nga fundi majit ose qershori, mos gaboj. Po që më bëre shumë kështu më kuriozove me këtë. Po futun çik te Vasi. Direkt aty. Sa të themi në lajmet tona ti për biletën. Ato do bëj, faleminderit. Ku jemi? Ku jemi? Tani nëse dona Ada, jemi te këto udhëtimet pak më me aventurë. Nëse nuk do unë ju rikthej në plazh. Doje ti që të na çojë në Spanjë, mbaj në plazh. Po, e duam shumë atë Spanjën. Patjetër Spanja, mi amor. Espanjola. Spanja po konfirmohet si një nga destinacionet më të forta turistike në botë për vitin 2026, me Madridin që përmendet si një nga kryeqytetet më dinamike të udhëtimeve ndërkombëtare. Madridi është i adhurueshëm me një super energji. Unë nuk kam qenë. Nasun s'kam qenë. Thonë që është dhe më i bukur se Barcelona. Nuk ka pëlqyer më shumë se Barcelona. Po ka vibe tjetër. Më thonë që ka trajtuar ca kohë edhe Dinamo ja. Po ajo nuk njihte Sartrin. Shitje ka. Domethënë është ti ke qenë Mikael apo jo? Po, dhe ka realisht një energji shumë fantastike. Ka një ritëm jete tepër të shpejtë, por jo i shpejt në sensin e kaosit që ti të përhumbesh. Ka adrenalinë. Ritëm i shpejt që të jep energji, të jep adrenalinë, po. A ka plumba aty? Plumb. Janë edhe të tyret edhe ato që kemi lëshuar ne. Sa shumë. Pa merak. Po bona. Ato që shkojmë ti mbledhim në Madrid. Po, ndërkohë teksa prisni biletat ju duhet ta dini që aty është pritur një numër maramendës prej 97 milion vizitorësh ndërkombëtar. 97 milion. Wow, nani. Kupton ti sa pak vizitor? E kupton? Nuk e kapën 100 milionë. Nuk e kapën pra 100 milionë. Autoritetet turistike spanjolle kanë fokusuar strategjinë në diversifikimin e ofertës, duke promovuar jo vetëm qytetet e mëdha, por edhe rajone më pak të eksploruara. Gjë shumë e mirë kjo. Patjetër. Duhet bërë një kërkim për ne zgjedhim ato destinacionet klishe ku shkojnë të gjithë, edhe sheh vetëm shqiptarët aty, e kupton se Barcelona, Madrid, Perla edhe vende shumë herë më të bukura, thjesht ne nuk kemi informacionin, po venda si ti din shumë. Këto cepat, periferitë, këto gjërat mua më pëlqejnë gjithmonë, që janë pak të shkelura nga njerëzit, janë zona më të qeta, kështu që po, bukur.
bukur. Ekspertët e industrisë francë e cilësojnë 2026-ën si një vit kyç për forcimin e mëtejshëm të rolit të Spanjës si një fushie të qëndrueshme turistike në skenën ndërkombëtare. Dhe nëse nuk do mjaftonin gjithë udhëtimet e shqiptarëve për ta dhënë këtë mesazh, nuk e di domethënë. Por ne sikur na ka paguar Spanja që çdo ditë bëj lajme për si ambasador të Spanjës në Shqipëri. Nuk do ishte keq të na paguajnë. Sa do ta thoja Mikaela? Na dërgonin. Hola chicos, España. Estamos hablando de España. Por favor, páganos. Paganos dinero. Shko, në fundjavë jemi të lirë. Mund të vim t'ju vizitojmë. Ti marrim vendet me radhë. Me euro funksionojnë edhe ata. Po në Madrid nuk ka kështu njerëz turista që godasin me domate me. Sa të ardhurat gjeneronin Mikaela nga gjithë ky turizëm? 134.7 miliard euro. Në vit. Po. Wow. Lek xhepi. Po ta mendosh. Lek kështu. Se mendoj dot, nuk i bëj dot Për llogari. të prishur me Nuk shoqërinë. arrit të numëroj dot aq shumë. Mirë, për ata që nuk kanë mundësi të shkojnë në Spanjë, ka një turizëm tjetër që është gjithmonë më shumë në rritje, turizmi i aventurës. Edhe kam përshtypjen që ne të tre e kemi provuar. Hera herës kjo kushtëzohet një çik edhe nga kushtet atmosferike, por një trend shumë interesant po vëret mes turistëve të rinj në Europë, të cilët po zgjedhin të investojnë kohën dhe paratë e tyre në përvoja me adrenalinë dhe aventurë. Raporti i fundit tregon se trekking, rafting dhe eksplorimi i shpellave dhe aktivitetet të tjera ekstreme janë bërë gjithnjë më të kërkuara, sidomos nga ata që kërkojnë më shumë se thjesht pushime në plazh. Në fakt ky është një lloj turizmi ose një lloj sporti që mund të ushtrohet gjatë gjithë vitit. Nuk e di nëse keni bërë hiking. Pra ecje, se trekking edhe hiking janë pak a shumë e njëjta gjë. Hiking 2-3 herë në mos gaboj, nuk është diçka që vitet e fundit. Po, vitet e fundit. Nuk e kam provuar shpesh, ka qenë eksperiencë shumë e bukur. Mendoja të ka lodhur që nuk e ke vazhduar më apo? Jo, nuk më ka lodhur, thjesht nuk kam pasur më kohë. Kurse unë për herë të parë vjet kam provuar rafting, edhe ishte një super përvojë në fakt. Në përmet, ajo është një zonë fantastike për ta. Çfarë periudhe ka qenë? Në verë apo? Në verë, po ka qenë verë, domethënë lumi ishte okay. Do doja një çik më po, të ketë më shumë prurje, prandaj bëhen në dimër zakonisht, po është më e frikshme thon. Po ajo është e gjitha pra, do thoshte Mikaela, that's the whole point. Mirë, po edhe në Shqipëri besoj më mbështesin te kjo pika që ka një rritje të grupeve të rinjve që bëjnë hiking, trekking dhe rafting edhe duan të provojnë këto sportet ekstreme. Kjo është gjë shumë e mirë. Sportet në natyrë. Ky treg në fakt vlerësohet të gjenerojë globalisht të ardhura prej 1.7 milion euro deri në vitin 2027. 1.7 milion euro. Donti si kaluam nga 134 milion euro në 1.7 milion euro. Po flasim për një sport në fakt, po flasim për një sport që është, si më thon, përfaqëson këta të rinj, po sport edhe kanë edhe ato një fi, domethënë një pagesë të vogël. Po simbolikisht janë pagesa të larta. Ekspertët e turizmit vënë në duke se këto aktivitete ofrojnë jo vetëm emocion, por edhe një mënyrë për të lidhur komunitete dhe për të kuptuar më mirë kulturën dhe natyrën e vendeve të vizituara. Madje thonë që kur ti le kockat atje apo jo? Jo, ka shanse që të takosh edhe dashurinë e jetës aty. Pra është mundësi për të rinjt për të njohur njëri tjetrin. Pra ti nuk shkon në date ose nuk del në një bar edhe në një klub, si e konfirmon? Kam një çift miq, të cilët janë njohur në hiking. Sot e kësaj dite janë prindër të një vajze të mrekullueshme. Edhe jetojnë në mal? Jo, nuk jetojnë në mal, jetojnë në Tiranë. Vazhdojnë profesionet e tyre respektive. Vazhdojnë të bëjnë guidën tashmë. Franci duke pyetur, janë kthyer apo janë kthyer nga mali? Konfirmoj që janë kthyer nga mali. Në cilin mal e njohën? Tani këto detaje nuk i mbaj mend. Ta dim të shkojmë shpesh, po nuk i mbaj mend këto detaje. Okej. Por që më kanë treguar sepse duke bërë edhe profesionin e guidës më tej, që kanë patur shumë histori të tilla ndër vite. Histori e bukur, shumë histori e bukur, kështu që ju që jeni single, shikojeni një herë se ndoshta helbete. Ngjisni në një mal. Ju që jeni single sot. Po nisu nga vetja më i vajzë më. Mamë, deri në më çajin kocka do dalë. Se bëj shaka. Ky trend po nxit destinacione të krijojnë infrastruktura dhe shërbime më të sigurta për aventurierët, po se ndodh në fakt që shumë turistët e kanë humbur rrugën edhe kanë ngecur në përmale. Janë histori të dëgjuara edhe në media në Shqipëri janë pasqyruar me uqërit. Duke bërë turizmin e aventurës një sektor gjithnjë më profesional dhe tërheqës. Në thelb, të rinjt kërkojnë përvojë, sfidë dhe histori për të treguar. Po kjo është shumë e bukur edhe
na lidhet edhe me temën, se njerëzit gjithmonë më shumë tani që i kanë mundësinë, po kërkojnë vlerën edhe përmbajtjen, jo vetëm dukjen. Se kur e ke mundësinë ti bësh gjërat dhe ti tregosh të tjerëve që shifë se unë po bëj këtë, po bëj atë, po bëj atë, pastaj kthesh te vetja jote dhe thua, po pse po e bëj unë këtë dhe fillon një më selektive dhe përzgjedh ato përvoja që të vlejnë ty. Nëse ke kohë të bësh diçka, zgjidh të bësh diçka që të shërben realisht. Fute një çik tek tema e ditës që kemi pak më vonë, fiks ajo gjëja që do diskutojmë këtu në studio me njëri tjetrin dhe me një të ftuar. Kështu pak nga pak do shkojmë tek tema e ditës sepse përfundon Travel News edhe për sot. Dëgjojmë muzikë dhe rikthehemi pas pak në studio. Mirëmëngjes. 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 Jemi rikthyer. 7:53 ora. Vajza. Nuk mund ta thuash më orën. Pse? Është ndaluar? Është gjëja e natës kjo. Gjobitem? Po. Jo, të lutem. U mësua kesh dje. 7:53, mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes, 104.6 Radio Travel dhe Premium Channel. Radio Travel. Oh yeah, zgjohu po deshe ne sikur jemi zgjuar tani. Po jemi zgjuar tani. Do një kafe tjetër. Sepse duhet të jemi të zgjuar dhe të zgjuar, domethënë në të dyja kuptimet, e kupton? Sa modest që bukur shumë kjo. Të zgjuar dhe të zgjuar. Sepse tani do flasim për temën e ditës njerëz. Los temos del ditos. Kjo është shumë e bukur kjo e sotme, është shumë filozofike, të fut në mendime, po nuk e di sa mund të marrim përgjigje për këtë pyetje. Çfarë na mungon më shumë, koha apo kuptimi? Okej, koha apo kuptimi? Ja direkt u futëm në mendime. Kjo është vetëm çik të gishtin këtu. Kjo vendos gishtin edhe rrimja gjysmore heshtje se vazhdon mendimi. Po vazhdon mendimi ndërkohë. Atëherë si mendoni ju vajza? Ne Ada e para. Po e moderoj. Më kap janë. Më riktheve pas në shkollë. Mikaela, një sekond më prit. E ka fjalën. Shko, un kam qenë shumë e fat si nxënëse, nëse do i shoj me fat, sepse unë kam emrin me N, edhe isha nga fundi. Unë jam pas teje. Kështu që na binte radha shumë vonë për të pyetur në mësim të shkretat ata që e kishin emrin me E ose me A, se kishte pafund në klasë. Po profesor. Atëherë, pyetja, tema e ditës të sotme është çfarë na mungon më shumë sot ose konkretisht ty moj, çfarë të mungon më shumë sot? Çfarë mendon ti se të mungon më shumë sot? Sa leka. Nxjerrë listën e lojave. Përveç lekëve. Pra, ti mendon se nuk ke kohë më shumë? Neve na mungon të japim kohës tonë kuptim. Domethënë edhe në ato ditët që ti mund të kesh mjaftueshëm kohë, hutohesh, përhumbesh ose gjen veten duke bërë scroll në telefon, sepse mendon që ke kohë. Edhe papritur e pa kuptuar, fillova të dua si fëmijë, po. Kristinës ajo. Ti e shikon që ka shkuar ora 9 të darkës dhe ti nuk e bër asgjë nga gjithë ajo lista e madhe që ke menduar për veten tënde. Gjithmonë mendojmë hëse nesër, edhe kjo është tyra nuk është as pak e shëndetshme dhe çdo gjë humbet kuptimin. Po unë mendoj që koha merr vërtet vlerë edhe peshon ndryshe kur ti je pasaj kuptim. E rëndësishme është të jesh i qartë me veten tënde se çfarë do të bësh edhe kush janë prioritetet e tua. Kjo është e vërtetë. Në fakt, një nga gjërat e zgjuara që un kam dëgjuar ose kam lexuar diku është kjo. Ne të gjithë e dimë se çfarë duhet të bëjmë me jetën tonë, të gjithë e dimë se çfarë hapash çfarë hapash duhet të ndërmarrim ne që ta kthejmë jetën ashtu siç duam ne, edhe kështu me radhë, dhe prap nuk e bëjmë. Tani, dorën në zjarr nuk e vëm se jo të gjithë e dinë realisht çfarë duan nga jeta. Po flasim për ata që e dinë vërtet se çfarë duan të bëjnë. Ma besoj janë të pakët ata që e dinë. Sepse një nga gjërat më të vështira për të bërë në jetë është të dish dhe të vendosësh atë drejtim që ti realisht do të ndjekësh. Shpesh herë humbim në përdrejtime të ndryshme me gjëra momentale dhe mendoj se ka të bëj pak edhe mosha. Pra, duke u bazuar tek vetja, unë mund të kem patur 10 vite më përpara të njëjtin ritëm jetese siç kam tani, pra e angazhuar me punë, me projekte, çfarëdo lloj gjëje tjetër, dhe atë kohën time të lirë zgjidhja të pija një kafe me shoqet. Po, nga një kafe për ditë, ajo kohë e lirë pasaj nëse e mbledhim në hark kohor, janë shumë kafe shumë orë të çuara dëm. Të çuara dëm? Të çuara dëm, po patjetër. Në djelin time për shembull, meqense përmendë këtë pjesën e kafes, në Francë të paktën e kanë që ti takon njerëzit vetëm nëse ke një arsye të fortë. Pra unë të takoj ty dhe rri pi kafe me ty sepse më duhesh ose të dua si njerëj. Pra ti je vlerë për mua edhe unë mund ta përdor këtë gjë. Pra interesi është primar. Po unë nuk kam kohë për të humbur që tulem me Mikaelën dhe hajde merremi me thashë theme. Gjë që në Ballkan do. Prandaj është një kohë e çuar. Prandaj ne shkojmë 2 orë në kafe dhe është edhe çështje qytetarie dhe çështje kulture në të njëjtën kohë.
përderisa e bëjnë francezët që janë ai popull që janë, ne jemi ballkanas tipik që na pëlqen të ulemi në kafe dhe të rrim me orë të tëra atje dhe të diskutojmë. Ndoshta edhe nuk kemi shumë punë për të bërë, se ka të bëjë edhe me zhvillimin ekonomik të një vendi. Ndoshta ka qenë mundësi. Po më fal, po njeriu i gjen vetes punë për të bërë nada. Nuk është problemi se ti s'ke punë për të bërë. Zhvillo një hobi. Ja kthehet e vetja jote. Po pra, zhvillo një hobi, mësoj një gjuhë tuaj, një pasion. Të paguash. Ka edhe gjëra ekonomike, mund të bësh një kurs. Po pra. Unë për shembull kam zgjedhur, ka opsione ekonomike, patjetër me para, por shqiptarëve udhim të lekut. Siç janë gjërat e shtrenjta, ka dhe opsionet më të lira, mjafton të bësh kërkim. Dhe ndoshta ne nuk hulumtojmë mjaftueshëm, nuk përpiqemi për ta. Ne nuk hulumtojmë fare, jo mjaftueshëm. Ne zgjedhim gjën e parë që na del. Do të them pse duhet të harxhosh 2 orë në kafe kur mund të harxhosh 1 orë në palestër, edhe mos tankohesh më për atë barkun. Bëje është shumë e thjeshtë, pra ti ankohesh nga mëngjesi në darkë dhe forta është që njerëzit përgjithsisht ankohen duke ndënjur në kafe. Pra nuk bëhet kjo, nuk bëhet ajo, unë nuk kam kohë për këtë, o bobon ai ku jeta. Jo, nuk ti ku jeta. Jo, ke kohë për çfarëdo lloj gjëje. Ngriu në 24 orë kam unë, 24 orë ke ti, zgjidh ato gjëra që ti do që të bësh, jepi kuptim të gjithave dhe voilà, siç do thoshin ata. Je duke na trembur pak. Ose ndoshta ne nuk kemi besim te vetja si popull, pra nuk besojmë te aftësitë që mund të kemi dhe potenciali jon, se ndoshta kështu jemi mësuar dhe kështu jemi rritur që mos ta ushqejm atë egon ton, atë egon e shëndetshme të tjerë. Ose nuk kemi mjaftuar modele, se gjithë modelet që janë servirur janë modele që janë katapultuar. Shikoj se ne në forma të ndryshme tani sikur vetëm populli jonë ka këtë problem. Kjo është një problem global. Është e përgjithshme patjetër. Tjetër gjë që për Shqipërinë ne e kanalizojmë te këto kafet dhe qendrimet boshe të kota. Shiko, të t'jap një shembull. Para pak ditësh pas rastin e një gazetareje që punonte, një vajzë amerikane, punonte në New York në një media jo shumë të madhe dhe e donte punën që bënte, ishte anchor, pra speaker e lajmesh, dhe një moment ajo vendosi ta lër punën e saj në televizion dhe zgjodhi që të merret me pasticeri. Ta hobim, që kur kam qenë e vogël kanë qenë ëmbëlsire dhe doja shumë të kisha një pasticeri timen, patisserie me ëmbëlsire që ti bëja vet ato, sepse kuptova që në televizion mua më shumë po më përdornin se sa unë po e përdorja atë gjën për veten time. Dhe u bë shumë e lodhshme dhe thash dua të jap vlerë kohës time, jam ende e re, ishte në të 30-tat e saj dhe po të shikosh Instagramin, profilin e saj në Instagram është totalisht është një vajzë shumë simpatike, shumë e zonja dhe tha braktisa gjithçka, një ëndër që çdo vajzë do ta donte, sidomos në vendet fuqishme siç është Amerika, që dyert nuk të hapen kollaj, dhe tha unë vendosa sepse zgjodha veten time, kam veten time prioritet. Të them përgjigje kjo çupka po ti shkruash? Nuk e besoj. Po edhe përtej pozicionit të punës, praktikisht braktisi një profesion të sigurt, pra të ardhurat të qëndrueshme. Pasi e kishte bërë për vite me radhë, duhet të thënë edhe kjo, duhet të thënë edhe kjo. Shumë i madh. Po patjetër nga zona jote e komfortit. Në fundit është çështje guximi, ëh, është çështje edhe guximi, se sa i aftje ti të guxosh për të bërë gjërat që do, për të shkuar deri në fund gjërave që do dhe për të jetuar jetën që ke dashur gjithmonë. Disiplinë, për të dhënë kohës tonë kuptim, unë mendoj se duhet disiplinë dhe ne jemi çik kështu. Tani se më pëlqeu pak vullneti dhe disiplina. Më pëlqeu pak ky referimi që po bënim ne në Ballkan, ata në Europë e kështu me radhë. Të paktën unë dhe Mikaela kemi parë konkretisht. Me këtë muhabet. Jo keni qenë në Amerikë, pra po e morëm vesh të gjithë. Okej, po nuk e kam për këtë gjë. Dua ta them sepse kemi parë konkretisht atë jetën e vrrullshme dhe po flasim për një qytet shumë të madh siç është New Yorku. Tani atje kishte të rinj si puna jon që zgjidhnin me vetdije të plot të bënin nga 3 punë, sepse në fund të ditës patjetër që do jetonin dhe në të njëjtën kohë ata krijonin në agjendën e tyre javore dhe kohë për të ndjekur pasionet e tyre, ëndrat e tyre. Po, bëjnë të rinj në Shqipëri këtë. Po ti pyesësh të rinj në Shqipëri nuk ushtrojnë asnjë lloj hobi, asnjë lloj sporti, dhe shumë e çuditshme. Unë nuk gjej shpjegim për këtë. Mua nuk, domethënë, mua më vret edhe mendësia që përgjithsisht rinia jon ka sot. Domethënë nuk bëhet kjo, mos se ai ka lekë, mos se ai e ka nisur kështu, jo më vëlla. Domethënë ti praktikisht po merr vetëm ato gjëra që po të serviren dhe nuk po e kthe një vëmendje nga vetja jote për të thënë, "Ore, unë çfarë gabimi kam që s'po i bëj dot ato gjëra." Është bërë në mas kjo dhe është diçka që është ngulitur në tru që në fëmijërinë e hershme. Pra jemi mësuar me këto shprehje që
e bia filanit apo e fistëkut dhe ka mundësi të kap një bursë, të kap një shkollë më të mirë vetëm nga njohjet. Ndërkohë që ti mund të nxirje trut duke mësuar aty nga 12 orë në ditë dhe thojë prit. Me këtë ndjesë për ndoshta nuk e ka dot unë këtë se fistëku. Janë ato fistiqe. Fistëku. Prap me të ngrënti. Prap me të ngrënti. Aman më ushqejeni këtë vajzë. Po, jo për të bërë morale, se qoftë edhe për të hyrë në punë. Pra po ju bie me aplikime pune. Shije pozicione të lira dhe thojë nuk po aplikoj se këtu me këtë rrok do jetë nga këto punët e dhëna me mik. Mirë, po ndihen një çik edhe të nënvlerësuar, edhe të shtypur. Kështu që po të kishe mundësi më të mëdha, unë mendoj që në kohën do ta racionohen ndryshe. Do ta organizojnë. Ajo që të takon ty duhet ta bësh ti deri në fund. Pra dita të takon ty, mënyra se si ti zgjedh ta jetosh ditën dhe ta menaxhosh kohën 24 orëshe që ke dhe ti dhe unë të takon vetëm ty, askujt tjetër. Në këtë moment se është edhe filozofi e stoikëve kjo gjë. Në këtë moment kur ti vendos veten dhe nuk varesh nga rrethanat e jashtme, atëherë për çfarë do lloj gjëje je ti përgjegjës vëlla dhe motër e dashur. Nëse gjërat po të ecin je ti përgjegjës, nëse gjërat nuk po të ecin je ti përgjegjës. Unë mendoj që njeriu duhet të provojë, duhet të eksperimentojë dhe mbi të gjitha duhet të gabojë. Një gjë që na e tha edhe zonja Nora kur e kishim në studio, sepse vetëm kështu ti mund të japësh kuptim kohës tënde dhe kur kthen kokën pas e di që ke bërë gabime në disa drejtime dhe mund t'i rikuperosh edhe t'i përmirësosh. Po të paktën kur ti ke ky viti se domethënë është një gjë që unë e gjej shumë shpesh me si njëri tjetrit që themi ua po si ku koha. E kupton, ua erdhi vera, ua erdhi dimri, erdhën krishtlindjet dhe kupton që ka kaluar një vit. E rëndësishme është që ta kthesh kohën pas dhe të kuptosh çfarë ke bërë ti për veten tënde gjatë atij viti. Ndoshta edhe gjëra të reja. Okej, ndoshta nuk funksionojnë, kanë atë pikun e tyre, po të paktën ti provove dhe mos ikim nga kjo jetë pa provuar gjërat që ne realisht duam. Vetëm kështu mund të japim kuptim. Megjithatë, sado përpiqemi dhe sado në teori ky do ishte varianti perfekt, varianti ideal, duhet ta pranojmë që të gjithë jemi të ndikueshëm. Pra jemi të ndikueshëm nga rrethi jon shoqëror, nga çdo gjë që ndodh përreth nesh. Kam një pyetje tani. Nuk është kaq kollaj që ti për ditë të kesh këtë lloj strukture, këtë lloj mendimi dhe ti qëndrosh stoik deri në fund. Okej, kam një pyetje tani. Un jam njëri që kam kohë që nuk besoj tek këto fjalëshi nuk kam kohë. Nëse bën sens kjo. Nuk besoj fare tek këto fjalëshi që unë nuk, jo mos e s'kam kohë, jo më vëlla, ke kohë. E para kjo. E dyta, a mendoni dhe ju se po kthehet në një status ose është kthyer në një status fjalia jam i zën? Pra njerëzit përgjithsisht e mbajnë veten kot të zën. Jam i zën, ai s'ka asgjë për të bërë, kupton? Për të dukur. Kjo është për t'i dhënë rëndësi vetes pastaj. Për të thënë ti, sa i rëndësishëm ky njeriu për këto gjëra paska. Po ja, pra këto gjëra nuk duhet të ndodhin, por për fat keq janë kthyer në trende dhe por nga që ndodh masivisht kjo, pastaj personat që janë realisht të zën, kanë realisht shumë punë dhe ndoshta nuk kanë kohë për gjëra të tjera. Paragjykohen, thonë, se edhe ky si gjithë të tjerët. Domethënë Franc ti je me këtë parimin që ka gjithmonë kohë. Po patjetër. Për çdo gjë. Po koha është atje, nuk është se ti e gjen diku. Koha është atje, koha është e barabartë për të gjithë. Më kupton? Dhe e rëndësishme është vlera që janë angazhimet të barabarta, ëh. Se dikush që punon administrat mund të thotë, po ku ta gjej kohën më Franc, se unë në orën 8 duhet jem në punë dhe e lën në orën 4-5 pas dite. Ai është orari perfekt. Një orë mua më bën për të shkuar në shtëpi trafiku, pastaj duhet gjej kohë të ri me fëmijët e mi nëse kam ose të pi një kafe me një shok, me një shoqë, ku ta gjej unë jam i lodhur. Që në momentin që thua ku ta gjej, pra kur e nis fjalin me këtë lloj ritmi, ku ta gjej edhe unë nuk kam kohë dhe kështu me radhë, që në këtë moment diskutimi mbyllet sepse ti je futur në atë zonën e justifikimeve. Por realisht nuk e ka kohën. Pra në orën 7 është në shtëpi, çfarë mund të bëjë njeriu pasi ditë shumë të lodhshme në punë? Mos u an kohë atëherë, pra bëj gjërat që ke zgjedhur të bësh edhe pik muhabeti, e kupton? Në momentin që thua nuk kam kohë deri në orën 10, diçka. Mund të zgjedh aktivitete, mund të shkojnë në palestër, mund të shkojnë në pilates, nëse është i fokusuar. Është e gjitha çështje përparësi dhe sa do që ta bësh një gjë që ti vërtet e ke dëshirë për ta bërë. Dhe sa je i gatshëm ti kushtosh energjinë tënde, kohën tënde, ti je i përgatitur emocionalisht, shpirtërisht dhe fizikisht dhe ti japësh vlerë për mbajtjes. E mirë do ishte edhe njerëzit që na rrethojnë. Domethënë ata që zgjedhim të kemi afër vetes, na motivojnë ose na demotivojnë. Edhe ka edhe një moto për këtë, ndoshta e keni dëgjuar edhe nëpër rrjetet sociale nga këta folësit motivues që ti je mesatarja e 5 njerëzve që zgjedh të kesh afër vetes tënde. Tani 5 është bërë çik vështirë të kesh, edhe në shoqëri nuk është se po dhe 2-3 po pate. 2 është fantastike fare. Ata 2 të paktën të jenë njerëz që të jenë energjik edhe merren me
gjëra në jetën e tyre dhe ndoshta të motivojnë ty të dalësh nga ajo guacka jote, nga zona e komfortit edhe të bësh më shumë. Prandaj pra thash edhe më herët që ndikohemi nga negativiteti, nga rrjetet sociale dhe nga televizioni. Unë këto ditë që kam kaluar me ju këtu në emision, mesatarisht po bëhem edhe unë pak si ju, sepse më përpara nuk isha kaq. Nuk isha kaq. Elaboroje. Nuk isha kaq nevrik siç mund të jetë Mikaela dhe nuk më kapte ankthi kaq shpesh sa që kap në Adem, por ka ndikuar. Ka faj Franci, se ka para akoma nervin, as anktin. Ja, e shikoni që ka dhe më keq. Do njihemi tha. Ka edhe më njoh mjaftueshëm sot. Me këtë njoh mjaftueshëm, njoh mjaftueshëm. Kam edhe një pyetje, ju jeni pro letërsisë të zhvillimit personal, ajo që ju jep disa këshilla shumë të vlefshme se si ta shpenzoni kohën tuaj. Edhe ky është trendi i momentit, mendoj unë. Është kthyer në një trend, po, kjo është e vërtet, por ju si mendoni? Është kthyer aq shumë trend sa unë nuk e marr dot më për bazë, sepse është bërë një abuzim i frikshëm me këtë zhanër dhe duket sikur çdo kush që ka një mendim dhe shkëmben një bisedë në kafe mund ta hedh në letër atë bisedë dhe ta shes si një fjalim motivues. Ka një manual përdorimi për të të mësuar ty se si jetohet jeta jote. Dhe sa për bazë duhet marrësh ti këshillat e një personi tjetër që është rritur në kushte të tjera, në një vend tjetër dhe të shërben ty merre këtë. Domethënë ti nuk je lavatriçe. Prandaj duhet të jesh butonin, shtyp këtë pas 30 minutash, centrifuga, e kupton? Prandaj duhet të jesh shumë përzgjedhësh sa i takon kësaj letërsie, sepse të gjithë pretendojnë se shkruajnë letërsi të zhvillimit personal. Nuk është letërsi në mendimin tim. Është quhet rrëfime personale ose po prandaj po them duhet të jesh përzgjedhës. Dhe ka disa autor vërtet shumë të mirë që të thonë edhe vllai dashur, kjo ka qenë rutina ime me këto kushte jetese që un kam pasur. Ti, nëse të bën punë, aplikoje tek dita jote, tek java jote. Mendoj se do që realisht të rritesh në këtë formë, atëherë merr disa libra psikologjie, sociologjie, filozofie, studioje ato dhe merr më të mirën prej tyre. Po lexosh është fantastike, fakti që ti ulesh edhe lexon, ajo është gjë shumë e mirë edhe për trurin tënd dhe për kohën tënde, po. Këto janë teori të dala nga modele si Richard Branson edhe Tony Robbins, njerëz shumë të fuqishëm. Dhe në çik vështirë që në standardin e jetës që kanë ata dhe mundësinë që kanë patur, ata t'japin këshilla, pra mendo si një mogul, ndërkohë që ti nuk edhe rritesh në Shqipëri, në lagje që edhe rrugët i kanë me gropa, më kupton? Ndoshta ti jep ty që si shpirtërore ato momente që e lexon, po nuk mendoj se funksionon, për sa kohë çdo gjë tjetër është në kaos. Ka për të jep iluzionin që po. Kjo është një temë tjetër. Mund të bëhet diçka, po të nesërmen pastaj vazhdon për ditëshmërinë tënde. Kjo është një temë vërtet shumë e gjatë dhe shumë e gjerë që un kam mendimet e mia në çik ndryshe nga ato që ju po thoni, por megjithatë qëndrojmë tek tema që kemi. Po të tjera pastaj ja bëjmë të ftuarit. Patjetër që po, do kthehemi pas pak, dëgjojmë muzikë mirë edhe kthehemi. Mirëmëngjes të gjithëve, ju që sapo jeni zgjuar. Mirëmëngjes. Erdhëm. Mirëmëngjes. Gazio po deshe Radio Travel 104.6 dhe ekrani i Premium Channel dhe e vazhdojmë aty. Do të vazhdojmë të diskutojmë temën tonë. Tema e ditës është një temë shumë e bukur në fakt, sepse shpesh themi që nuk kemi kohë, por pyetja më e mirë që do duhet të bënim është a na mungon vërtet koha apo na mungon kuptimi? Apo vrapojmë sot pa e ditur pse dhe si mund të japim më shumë kuptim kohës son? Për të folur më shumë për këtë temë, kemi një të ftuar shumë interesante. Almeida Xhaferi, psikologe klinike dhe psikoterapiste, na bashkohet sot në program. Mirëmëngjes Almeida. Mirëmëngjes. Për ftesën, është kënaqësi tani ditën me ju. Më vjen shumë keq që nuk jam në studio dhe kisha dashur shumë të isha aty. Edhe ne do donim, po mbetet për një herë tjetër. Faleminderit shumë gjithsesi. Tani, tema është dukur interesante. Nga sa biseduam bashk, po çfarë përgjigje mund të marrim fillimisht për faktin që na mungon koha apo na mungon kuptimi në ditët e sotme? Së pari tema është vërtet shumë e bukur edhe është një element që unë diskutoj shpesh me rastet që kam për mbështetje në psikoterapi. Shpesh herë pas frazave që nuk kam kohë apo punoj nga mëngjesi deri në darkë apo nuk kam kohë për të shkuar në palestër, nuk kam kohë për të dedikuar vetes, ne po përpiqemi të shmangim gjëra që në nivel psikologjik na duken të vështira për ta sfiduar veten ose të vështira për të përballuar të vërtetat ashtu siç janë. Kështu që pas frazave nuk kam kohë, me shumë gjasa është një njeri që ose mbytet me punë, sepse kur kthehet në shtëpi aty gjendet me situata që nuk është gati akoma të përballet
as për t'i procesuar, as për t'i zgjidhur. Dhe fshihet pas fjalëve sot nuk kam kohë apo nuk mund të jemi pranishëm, me obligimet familjare, ose ndonjëherë ne e kamuflojmë nevojën për të thelluar, për të nisur një dietë, do doja shumë të kisha nisur një dietë ushqimore që të humbja pak peshë, por duke qenë se unë punoj, nuk kam kohën që të gatuaj shëndetshëm edhe ta nis këtë regjimin ushqimor. Edhe në këtë rast është një lloj nevoje për të shmangur përgjegjësinë apo përfshirje në një lloj disipline që në nivel psikologjik ne nuk jemi gati. Kur njerëzit thonë nuk kam kohë, unë i bëj një pyetje në përgjithësi dhe kërkoj të më tregojnë me çfarë është e mbushur dita e tyre. Dhe teksa njerëzit tregojnë ngarkesën e përditshmërisë, aty vën re që në fakt ka shumë gjëra që ndonjëherë janë të panevojshme, janë të mbivendosura në programin ton ditor, nuk janë prioritet, mirë po që në mënyrë të pavetdijshme ne i kemi bërë prioritet ndonjëherë edhe me koston duke anashkaluar veten. Sepse të gjesh kohë për gjërat e rëndësishme kërkon së pari një lloj ndërgjegjësimi të brendshëm, për të përballuar situata që në fillim na dhëmbin, për të gjetur pasaj mekanizmat e shëndetshëm për t'i zgjidhur ato dhe për të përfshirë në mënyrë konstante që këto zgjidhje të jenë të qëndrueshme. Nuk e di, ndoshta tha shumë gjëra shumë shpejt. Jo, ishe mos e qartë. Almeida, çfarë ndodh psikologjikisht kur njeriu jeton vetëm me duhet dhe jo me dua? Pra bën gjëra që duhet i bëj, mbush kohën, por jo gjëra që do realisht i bëj. Kur ne jetojmë me duhet dhe jo me dua, së pari krijojmë një distancë shumë të madhe emocionale me veten tonë të vërtet. Të bësh suksesshëm të gjitha gjërat që janë obligime dhe të marrësh aprovime apo kupa të vogla shpërblyese nga jashtë dhe ta lësh veten tënde bosh, ne paguajmë me kosto shumë të lartë emocionale. Mund të pësojmë atë kolapsin emocional në një fazë të caktuar dhe gjendemi duke pyetur veten pse po ndjehem pa humor, pse më ka kapur plogështia, pse nuk po më kënaq më jeta që kam zgjedhur të bëj dhe të ndërtoj, sepse pa dashje kemi harruar të kënaqim atë anën tonë të brendshme më të rëndësishme, kemi harruar të jemi të rëndësishëm me veten dhe për veten tonë dhe mbi të gjitha pa kuptuar kemi filluar ta mbysim pak nga pak atë fëmijën e lumtur brenda nesh, që është shumë e rëndësishme ta mbajmë të gjallë dhe të gëzuar gjatë gjithë jetës tonë. Dhe për ta mbajtur fëmijën e lumtur të gjallë dhe të lumtur brenda nesh, do duhet që t'i dedikojmë kohë edhe gjërave që na lumturojnë ne. Pra nuk bëjnë të lumtur fëmijët tanë, nuk bëjnë të lumtur bashkëshortët tanë, nuk bëjnë të lumtur miqt, shokët, as punëdhënësin, po bëjnë të lumtur vetëm ne. Almeida, referuar edhe përvojës tuaj në terapi, cila është, si thua, ndjesia, mendimi që shfaqet më shpesh, është ankesa për mungesë kohe apo për mungesë kuptimi? Ndonjëherë të shoqëruara dora dorës me njëra tjetrën. Ne kamuflojmë kaq shumë mungesën e dhënies së kuptim të gjërave duke thënë që nuk kam kohë, pra krijojmë një lloj iluzioni. Një lloj justifikimi, nuk kam kohë për të bërë këtë gjë sepse nuk jam gati të ballafaqohem me veten dhe të jap kuptim prioriteteve apo gjërave të rëndësishme. Është shumë e vështirë për një njerëz që ka menduar të sakrifikoj veten dhe të ndjehet i përmbushur vetëm në një rol të caktuar të jetës. Mendoni një inxhinier që është shumë i suksesshëm në punën e vet, por nuk është zhvilluar në dimensione të tjera të jetës si baba, si bashkëshort, si mik i mirë dhe ka vetëm këtë rolin që është i suksesshëm, i fuqishëm, jashtëzakonshëm në punën e vet, po kjo është çështje prioritete. I ka këto rolet e tjera.
bebe dhe të pazhvilluara të cilat të bëjnë, të ndjesh që nuk i ke dhënë kuptim dimensioneve të tjera të jetës dhe pas kësaj që ti the Ada është çështje prioritetesh, nuk është gjithmonë çështje prioritetesh, po kjo fjala që kam prioritet profesionin ndonjëherë kamuflon këto të vërtetat e dhimbshme që nuk po ndërtoj një marrëdhënie dot të qëndrueshme të shëndetshme, nuk po ndërtoj dot familje ose e kam familjen po e kam disfunksionale, kështu që un po zhytem aty në punë dhe po i them vetes që un s'kam kohë ose nuk e bëj dot mirë këtë gjën apo të dish pastaj të japësh kuptim dështimeve, dhimbjeve, plagëve pa diskutim që shëron çdo proces që është vuajtës për njeriu. Përballja me veten është gjithmonë ajo më e vështirë, është sfidë më vete, po Almeda pse e kemi kaq të vështirë ne që të gjejmë se çfarë duam vërtet? E kemi të vështirë në Ada sepse në kulturën se si ne jemi rritur në familje është folur shumë pak, është lënë shumë pak vend për të procesuar situatat e vështira dhe për të folur për emocionet e vështira. Ne edhe sot a keni dëgjuar njerëz në përditshmërinë tuaj që thon dikush po më tregonte një ngjarje të trishtë dhe unë nuk dija se si të reagoja, nuk dija se si të sillesha. Ne kemi shumë të lehtë të menaxhojmë situatat e mira, por shumë të vështirë për të menaxhuar veten në ngjarje të vështira që na ndodhin. Sepse e para na ka munguar edukimi emocional në familje. Jemi mësuar të marrim kritika shumë të forta kur nuk ja kemi dalë dot mban në shkollë dhe asnjëherë nuk është vënë fokusi të pyetemi po mirë ti si u ndjeve kur kjo gjë të shkoj keq. Çfarë përjetove? Si mund të ndihmoj? Çfarë do kishe bërë pas? Çfarë mësove për veten nga kjo situatë kur gjërat nuk shkuan mirë? Çfarë do kishe ndryshuar? Duke qenë se ne nuk edukohemi, po mësojmë që ti shmangim këto situata të vështira. I shmangim si fëmijë për shembull, sjellim mos të tregojmë që kemi marrë një notë të keqe tek prindrit, apo mos të tregojmë që dikush na bullizon sepse kemi frikë që edhe prindrit pasaj do shndrohen në vetvete në bullizuesi tan duke thënë ti je i pazotit, je i paaft si nuk e menaxhon dot këtë situatë të vështirë. Kështu që ne fillojmë edhe shmangim. Fillojmë ndryshojmë prioritetet, fillojmë edhe vendosim një lloj mburoje të hekur, duke gënjur veten dhe duke thënë jam mirë, nuk po e tregoj këtë situatë dhe po i shkaktoj vetes ca probleme më pak. Po duke menduar që po i shkaktojmë vetes disa probleme më pak, në fakt aty i kemi të shtuara. Almeida, me këtë shmangjen, me këto justifikimet që përdorim, qoftë edhe me ritmin e shpejtë të jetës, mendon se njeriu modern po e humbet mundësinë për të qenë i pranishëm dhe për të shijuar momentet? Së pari, njeriu modern jo vetëm që përpiqet që trishtimin apo boshllokun ta shmangë duke patur akses në jetën në botën online. Dhe këtu kam parasysh të gjitha ata njerëz që ndjehen të pavlerësuar edhe që nuk janë të dukshëm në sy të miqve, çfarë bëjnë? Ndërtojnë një botë paralele me njerëz që nuk i njohin fare për të mbushur në mënyrë fiktive këtë lloj boshllëku që kanë në përditshmëri. E njëjta gjë ndodh edhe për sukseset që ne nuk i gëzojmë në përditshmërinë tonë dhe i trombetojmë kaq fort në rrjetet sociale. Krijojmë një personalitet të ri social nëpërmjet rrjeteve. Një lloj ushqimi artificial për të bërë pikërisht atë për të mos ballafaquar gjërat që nuk shkojnë. Nga ana tjetër, unë vërej që ky lloj ushqimi artificial dhe i dëmshëm që na jep një shpërblim të shpejtë dhe të përkohshëm, por nuk na zgjidh situatën e vështirë në vetvete, na e bën më pak të mundur të marrim përsipër përgjegjësi. Se që ti thuash vetes, unë duhet të investoj në këtë lloj aspekti në jetën time, do të thotë që ti të marrësh përgjegjësi, të bësh ndryshime që të kesh rezultate të reja. Të rinjt apo njeriu modern, unë ndjej që e ka shumë të vështirë të marrë përgjegjësi. Prandaj njerëzit sot e kanë më të lehtë të bëjnë seks me partnerë dhe partnerë të ndryshëm, me lidhje të shkurtra dhe të shpejta dhe kanë shumë të vështirë që të mbajnë marrëdhënia të gjata. Sepse jemi bërë shoqëri konsumi, duam gjërat e shpejta, atë ndjesinë e momentit.
duam ndjesinë e momentit dhe kemi shumë të vështirë pasaj të mbajmë barrën e përgjegjësisë për tjetrin, po dhe për veten tonë në raport me tjetrin. Almida, a janë vetëm rrjetet sociale që po na e marrin kohën apo edhe fakti që gjithmonë më shumë ne po jetojmë brenda kokës tonë dhe jo aty jashtë ku bëhet jeta? Është një mënyrë që ne hapim një portë virtuale për të mbyllur një portë që është e papëlqyeshme në realitetin tonë. Kështu që më shumë se sa ne po jetojmë brenda kokës tonë, unë shoh që është mekanizmi më i pashëndetshëm për të shmangur realitetin, duke i dhënë shpirtit një lloj ushqimi fast food artificial që ka efekte kolaterale, që nuk na lë të rritemi, që nuk na lë të investojmë në raportet e qëndësishme, që na bën të gënjehemi me pak, na bën të gënjehemi me fasadën, edhe i kemi ato rënjët e bimës së jetës tonë krejtësisht të thara dhe të kalbura, por sipërfaqja ka disa lule të mëdha artificiale aty që nuk ka nevojë as për diell as për ajër, janë aty për të ndihmuar për të parë një realitet të deformuar, për të kamufluar veten në sy të vetes dhe pastaj veten në sy të botës. Almeda, tani secili nga ne ka ato momentet e veta gjatë ditëve ose gjatë javëve kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duam ne, me pritshmëritë që ne kemi, ndjehemi disi të humbur, të shpërqendruar dhe kështu me radhë. Në këto momente kur njeriu ndjehet dhe ka këtë lloj ndjeshmërie në raport me qëllimet e veta, çfarë janë disa pyetje, cilat janë disa pyetje që duhet ja bëjmë vetes patjetër për ta ndihmuar, si thua, veten të dalë nga kjo vorbull edhe për të rindezur motorët, siç thot Mikaela. Po mirë, ka edhe motor që arrin vetëm deri në një pikë, nuk kemi pse dhe sforcojmë veten, se ndonjëherë duket sikur ka një presion të madh shumë nga shoqëria, edhe nga influencers, edhe nga rrjetet sociale, që ti duhet bësh shumë. Shumë e drejtë, dhe një ndër problemet që njerëzit hasin sot pas kësaj fjalisë që nuk kam kohë, është sepse i vendosin vetes për shkak të këtij presioni që ti citove në Ada, një lloj standardi të paarritshëm. Pra nga dëshira për të bërë shumë apo për të arritur shumë përtej mundësive, rrethanave dhe kapacitetit të tyre, apo ndonjëherë është edhe konteksti në cilin ne ndodhemi që nuk na lejojnë që të bëjmë gjëra dhe objektiva që ne vendosim praktikisht janë standarde të paarritshme. Dhe gjejmë veten që e kemi mbushur ditën me shumë punë, pra punojmë jo smart, po punojmë hard, punojmë në mënyrë të vështirë, raskapisim veten dhe rezultati pasaj nuk na çon në pritshmëritë tona, sepse pritshmëritë janë shumë të larta dhe nuk përputhen me realitetin ton objektiv. Kështu që kjo është një ndër arsyet që njerëzit janë thellësisht të palumtur, po ndjen edhe të pa realizuar mjaftueshëm, sepse i vendosin, e krahasojnë veten me tjetrin, dhe duke krahasuar veten me tjetrin dhe jo me atë startin tënd, ne harrojmë të lexojmë progresin ton individual për atë që është. Pra, secili nga ne ka një histori të fillimit në rrethana të caktuara, me kushte të caktuara. Dhe ne nëse e kthejmë kokën nga vetja për ta matur veten nga vetja, do kemi një lloj rezultati shumë objektiv të arritjeve tona. Por nëse unë e krahasoj veten me Nadën, e cila ka patur një pikë starti tjetër, ndoshta më të favorshëm se sa imi, do e ndjej veten që nuk e arrit dhe nuk e kap dot kurrë, dhe kjo do më shërbej si pasqyrimi pa shëndetshëm për të duhet të kesh kokën brapa që të shohësh rrugën tënde, jo rrugën e tjetrit. Ne duhet të kthejmë gjithmonë kokën brapa dhe të shohim në kushtet tona atmosferike, në thonjza, sa jemi rritur ne, sa jemi zhvilluar në këto rrebeshe shira që kanë qenë tonat uniket dhe i kemi përjetuar ne. Kështu që sa jemi rritur ne në këto kushte, duke bërë këtë lloj ballafaqimi kaq të vërtet me veten tonë, do dim së pari të kuptojmë dhe të pranojmë vlerat tona të vërteta, dhe së dyti të mos shmangim pasaj ndjenjat e përgjegjësisë. Po për t'ju përgjigjur pyetjes së kolegut, unë do sugjeroja që secili nga ne të bënte një listë reale, ku do të arrijë, nga e ka nisur, çfarë gjërash ka të tepërta në ditën e tij apo të saj, sepse secili nga ne minimalisht, nëse i rikthehem asaj gjë që prekëm pak më herët, minimalisht secili nga ne
për arsye të punës apo jo, në fund të ditës harxojnë mesatarisht 1.5 apo 2 orë në ditë duke bërë scrolling. Dikush sepse informohet, dikush sepse i duhet të editoj video për t'i hedhur pastaj në rrjetet sociale, dikush sepse punon me telefonin. Dikush thjesht do të heq mendjen nga gjërat e veta. Dikush shmang ata që shmangin zakonisht mund ta kenë edhe 4-5 orë këtë kohën e humbur. Kështu që ne nëse bëjmë një pasqyrim objektiv të programit tonë ditor, pa diskutim që aty do gjejmë gjëra që duhen hequr dhe kemi kohë pasaj për t'i vendosur në funksion të vetes në momentin që ne zgjedhim dhe e theksoj sepse duhet të zgjedhim që të vendosim veten prioritet dhe të zgjedhësh në një pikë të caktuar të jetës që jo, prioriteti jot je ti dhe pastaj çdo gjë rreth teje do jetë aty ku ti do doje të ishte, është një vendim i vështirë. Dhe këtu dua të citoja të thënien, nëse ti do të kesh flutura në jetën tënde, së pari ti duhet të ndërtosh një kopësht aty dhe fluturat do vinë sepse do gjej një vend me lule. Megjithatë, Almeida edhe për njerëzit që e krijojnë këtë listën, pra e kanë këtë projektin në kokën e tyre, janë pikërisht ndjesitë që ti përmend ato që bëjnë ndarjen e atë vijën e hollë ndarëse midis një jete të mbushur me aktivitete dhe një jetë plot kuptim. Edhe nëse e kemi këtë listën, është mënyra se si ne ndihemi pasi realizojmë disa pika prej kësaj liste. Së pari duhet kuptojmë që ndihemi në një formë të pa plot sepse rrethohemi nga njerëz që na zvoglojnë. Kjo është një pyetje që do thotë rrethohemi nga miq apo të afërm kur ne e ndajmë këtë objektivin, se njeriu ka edhe tendencën që kur merr vendime të reja ta ndajë me njerëz që mendon që ka të afërm. Dhe nëse janë të parët njerëzit e afërt që na dekurajojnë dhe nuk na dekurajojnë se nuk na duan, po na dekurajojnë sepse dhe ata kanë dhe ata kanë frikrat e tyre brenda vetes dhe fakti që ata vetë nuk janë rritur e kanë të vështirë, ju duket shumë e pamundur që ne mund të rritemi, fillojnë pa dashur na dekurajojnë dhe na, po kjo nuk bëhet, po shumë e vështirë, kam nisur unë dietën mbas 2 javësh unë i rifitova të gjitha kilet, për shembull. Kështu që ka shumë rëndësi të kuptojmë nga kush rrethohemi dhe sa mbështetës është zëri atyre që ne zgjedhim të dëgjojmë. Duhet të jesh edhe një çik stoik edhe ti besosh zërit tënde dhe forcës tënde. Almeida, se jemi në limite, kam një pyetje tjetër. A është normale ndjenja e fajit kur ti bën një pushim, është diçka që prindrit e rinj duket sikur e ndjejnë kur ata marrin pak kohë për veten e tyre? Po, sepse janë rritur me prindër që ju kanë thënë gjithkohës që unë kam sakrifikuar jetën time për ty dhe e kam parë gabim. Ne jemi rritur në përgjithësi me prindër që mamin edhe babin e kemi parë në familje vetëm në petkun e mamit dhe të babit, ku mami ishte anvisa që kujdesej, babi ishte babi autoritari që sillte të ardhura në shtëpi, por nuk i kemi parë kur këto dy figura që puthen për këdhelen, ledatohen dhe nuk i kemi parë kur si dy bashkëshort me njëri tjetrin. Dhe ky lloj modeli që ne kemi parë dhe kemi parë si normalitetin ton, kur ne vetë bëhemi prindër dhe zgjedhim që të ushqejmë edhe rolet tona si bashkëshorte dhe bashkëshorte na bëjnë që të ndjejmë ndjenja faji. Por jo, nuk janë të shëndetshme. Fëmia do të ketë dy prindër që duhen dhe dy prindër që duhen janë dy prindër që i dedikojnë kohë njëri tjetrit. Po, edhe që gjejnë kohë dhe për veten, për pasionet, për hobit, se ndonjëherë duket sikur lihet në plan të dytë, kjo sakrifikohesh në maksimum për familjen edhe harron veten tënde. Duhet të respektuar edhe veten. Fillon me veten, ushqet raportin në çift dhe pastaj ti bën më të mirë në prindërim. Almeida, faleminderit që e ndave kohën tënde të çmuar. Ishte kënaqësi me ne sot. Ditë mbar sot, ditë mbar. Ne ju uroj ditë të bukur. Pafshim. Mirupafshim. Okej, ja. Mama. Disa gjëra shumë interesante. Shumë vërtet. Shumë të bukura. Për shembull, kjo e fundit që tha Almeida mua më bëri shumë përshtypje. Tani që e mendoj, është fiks kështu, në për familjet tona asnjëherë nuk kemi parë këtë anën tjetër të ndjeshme midis prindërve tan. Atë anën ku duhet shikoj një model shumë të bukur edhe për të ardhmen e fëmijëve, dy njerëz që puthen që për ne do të megjithatë përgjithësia është kështu siç thua ti. Po, plas por ka përjashtime. Ja vum kapakun kësaj temës. Shumë e bukur, shumë e bukur. Ishte një nga temat më të bukura në fakt që kemi diskutuar. Vazhdojmë. Muzikë. Vazhdojmë me muzikë. Themi pas pak. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes. Edhe një herë. Rikthyer në momentin e preferuar të kolegëve të mi, në momentin kur rrim pranë dhe na mungoi dje ky moment. Sigurisht sepse kemi një të ftuar në studio. Siç do të Është e gjitha për ju. ne kemi hapësirën që i dedikohet librit dhe sot kemi kënaqësinë e veçantë, kemi në studio Albert Gjokën, i cili është studiues letërsie, por në të njëjtën kohë edhe drejtues i leximtarit, një hapësirë e dedikuar për të gjithë ata mendje ndriturit që nuk rrin dot larg librit, atij librit të printuar, edhe që hera herës sa kthehet në trend, aq është edhe dashuri, po njerëzit ndahen në grupe për këtë pjesë. Mirëmëngjes Albert. Mirëmëngjes Albert. Albert. Nëse që të kemi, mirë se erdhe. Faleminderit shumë edhe për ftesën që jam sot këtu me ju dhe po flasim për librin, mjeti ndoshta më magjik bashkë me rrotun që ka ndryshuar historinë e njerëzimit. Shkojmë paralel. Kjo ishte shumë e bukur, mjeti më magjik bashkë me rrotën. Se ndonjëherë themi është rrota ajo që e ka çuar përpara njerëzimin, por duhet ta dim që libri ngelet libër, pavarësisht teknologjisë, pavarësisht inteligjencës artificiale. Në fakt, ku ndodhemi sot me letërsinë, Albert? Në çfarë stadi? Të rikthehem pak në fillim bisedës. Qeja njerëzore ka dy aftësi, thot Harari në librin e tij bestseller Absolute Sapiens. Gjëja e parë është ka aftësinë të bashkëpunojë në grup dhe gjëja e dytë është të prodhoj fiction, të prodhoj fantazi. Deri më sot dhe kësaj dite, ndoshta aftësia më e mrekullueshme e soit ton është pikërisht fantazia. Fantazia që vjen tashmë prej mijëra vjetësh edhe përmes librave dhe me librat, dhe besoj se as inteligjenca artificiale nuk do të arrijë që ta tejkalojë këtë aftësi të soit ton. Sigurisht sot libri ka kaluar shumë sfida për herë, edhe Irene Vallejo në librin e vet Papyrus, që është një histori brillante e librit, thotë që betejë më e madhe për librin ka qenë betejë mbi jetesës. 80% e librave që janë botuar në kohë të ndryshme janë zhdukur. Pra, libri vjen tek ne për të sistematizuar të gjithë njohurinë njerëzore dhe fantazi njerëzore për ta sjellë në një kuti. Kështu që sot e kësaj dite që libri të sjellë një lloj mbijetese ka kaluar shumë sfida. Patjetër që sot kemi edhe format e tjera të librit, si libri digital, formate EPUB, audiobooks, kemi formate të tjera të shkurtuara dhe po të hedhim një sy në kohë. Betejë nuk është thjesht për të shpëtuar një libër, por betejë është për të shpëtuar të gjithë atë mal njohurish njerëzor, imagjinat njerëzor që na vjen deri më sot. Dhe sigurisht sot ne mund të flasim pa më dyshje që nëse teknologjia ka sfiduar deri diku, përfshi inteligjencën artificiale, prap unë mendoj që libri ngelet mjeti më i miri për të përfituar dy gjëra. E para për të fituar njohuritë njerëzore në mënyrë sistematike, dhe e dyta për të prodhuar atë që quhet empati. Nëse unë dua të shkoj te secili prej jush, do të libri është mjeti më i mirë për të kuptuar. Albert, a ka sot më shumë lexues apo më shumë njerëz që mendojnë se lexojnë, por në fakt nuk lexojnë asgjë? Akti i lexuarit është transformuar. Sasia e informacionit që ne marrim nga të gjithë kanalet është jashtëzakonshme. Pra, mund t'ju jap vetëm një shembull. Ne sot marrim mbi 2000 herë më shumë informacion se në fillim viteve 90. Pra, qenë njerëzor do të marrin informacion, por ne nuk mendojmë se cila është ai informacion që na duhet, a është informacion cilësor apo jo. Dhe në rastin konkret, libri ruan ende dinjitetin dhe integritetin për informacionin cilësor. Ne marrim informacion nga rrjetet sociale, marrim informacion nga kanalet televizive, njerëz që po na ndjekin tani po informohen. Jemi të mbytur me informacion. Pra ne jemi të ngopur, ne jemi për te limiteve tona. Truri njerëzor ka aftësinë për të mbajtur jo më shumë se 36 giga informacion në ditë. Dhe pas kësaj trujon lodhet. Sistemi nervor nuk ka aftësinë ta tepërçojë dhe në rastin konkret ne jemi jo thjesht në te ngopje, po ne jemi në pamundësinë për të procesuar informacion. Në rastin konkret, ne duhet kujdesemi për mendjen ashtu siç kujdesemi për stomakun. Mendja jonë nuk ka pse të jetë një musandër me gjëra të padobishme dhe prandaj informimi i shëndetshëm është shumë i rëndësishëm edhe për shëndetin e mendjes dhe për ne. Dhe për këtë arsye mendoj që është shumë e rëndësishme të gjejmë libra të mirë që na informojnë, që na edukojnë, që na zbavisin. Këto janë tre qëllimet kryesore të librit. Që duhet kemi parasysh. Dhe Albert, të pjesë sot ta kemi besuar ty. I kemi disa libra të mirë në studio. Jemi në studio me disa sugjerime të tua, botime të reja, por edhe besoj preferenca personale, libra që ti ke lexuar.
Po, unë kam ardhur sot me disa libra autor shqiptar. Mund të nisim me njërin prej tyre? Kam shumë dëshirë të ndaj me ju disa lexime të momentit. Pjesa më e madhe unë kam përzgjedhur letërsinë shqipe për një arsye të thjeshtë. Secili prej nesh ka nevojë të lexojë letërsinë shqipe. Ne duhet i promovojmë autorët ta. Nëse ne duam ta kuptojmë mjedisin ku jetojmë, autorët janë, po themi, ajo lupa më magjike dhe më e kthjellë që ne ta kuptojmë realitetin. Unë kam përzgjedhur disa autor, kam përzgjedhur autor përgjithsisht botime të kohëve të fundit. Jam pak shumë në ndryshe me këtë duhet ta nis. Okej, po. Me Ulljet Aliçkën. Me profesor Ulljetin. Okej, edhe mua ky është libri i fundit i Ulljet Aliçkës, Zgjaja që ngjasin. Po më ka pëlqyer shumë kur e kam lexuar. Është ndoshta nga ato libra që na ndërton një lloj optike se si ne shohim botën dhe bota na sheh ne. Ulljet Aliçka në fictionin e vet, në rrëfimet e veta, shquhet për një regjistër fantastik të ironisë, të sarkazmës. Të gjitha ata lexuesit që dalin te libra jam i sigurt që do gajasen, sigurisht do mendojnë shumë sepse kjo është historia e gjithë shqiptarëve në perëndim që gjejnë lloj-lloj mënyrash për të marrë letrat, për të marrë social, për të krijuar lloj-lloj mitesh historisht të paqena dhe në anën tjetër përveç mekanizmit manipulativ shqiptarëve në perëndim për të mbijetuar, vjen edhe një histori shumë sarkastike, një ekipi gazetarësh francez që vinë në Shqipëri për të gjetur kullat e ngujimit, për të gjetur një Shqipërinë që nuk është më sot dhe i gjithë ky libër Gjëja që ngjasin mendoj që jo vetëm narrativën e Ulljet Aliçkës, po edhe letërsinë shqipe e ngren në një tjetër nivel, në një tjetër regjistër dhe unë e rekomandoj fort këtë libër. Jam i sigurt që jo vetëm do qeshni, jo vetëm do mendoni, por edhe do kuptoni se sa filtra dhe sa paragjykime të mëdha ka në raportet mes shqiptarëve dhe botës dhe anasjelltas. Kështu që besoj për këtë do të jetë një lexim shumë i këndshëm. Pritshmëritë e mia për atë libër do të jenë më se të sakta, sepse duke njohur edhe profesorin dhe mënyrën se si ai komunikon, ka qenë arsyeja pse kam zgjedhur atë libër dhe mezi pres ta nis, kam pasur përshtypjen që do ishte një libër fantastik. Botusja kur e nxori librin ma dha kështu, më tha si rekomandim dhe unë sapo jam ulur në kafe, nuk e kam lëshuar nga dora deri në fund. Edhe në momentin të nesër nuk është voluminoz si libër, ashtu që është shumë i këndshëm si libër. Gjëja që ngjasin. Po, Gjëja që ngjasin. Shumë titull i bukur. Ulljet Aliçka. Okej. Libri i dytë është edhe ky është një libër që unë e kam rekomanduar gjatë vitit 2025, njëri që shkruante në Varreza, Kliton Nesturit, Kliton Nesturi është gazetar. Kam bërë studimin për letërsi. Unë mendoj që ky është fiks një zhanër mister, pak i lëvruar në letrat shqipe, shumë i lëvruar në botë dhe një zhanër që zhanri mister dhe thriller është një, po themi aktualisht është një nga zhanret më të pëlqyera nga lexuesit në gjithë botën. Dhe ndoshta një nga arsyet sepse bota jonë është kaq crazy, kaq i çmendur, kaq e paparashikueshme, kaq mjellma të zeza është fakti që njerëz po pëlqejnë gjithnjë më shumë mister dhe thriller. Ky është një libër që është ndërtuar mbi gjithë paradokset e mëdha të jetës në periferi. Kush është personazhi kryesor në këtë libër? Personazhi kryesor, tu ka disa personazhe kryesor, nuk është shumë i fokusuar sepse më intrigon ai titulli, e ka vendosur një personazh pa emër që shkon në një qytet periferike, që shkonte në Varreza dhe shkruante dhe pikërisht me këtë lloj karremi, me këtë lloj ngjarje shkakton trazia të jashtëzakonshme në gjithë qytetin. Njerëzit fillojnë të dyshojnë që nga prifti, që nga banorët e thjeshtë, që nga jeta e qytetit ndryshon vetëm thjesht që shfaqet dikush. Ne dim fare mirë që jeta periferike është një jetë e vdekur, do thoja, ku njerëz merren me gjërat e vogla dhe mjafton që të vi dikush, nuk ka rëndësi se kush është, çfarë bën. Intereson pra. Edhe gjithon kush është ky, pse erdhi ky dhe i gjithë libri është ndërtuar mbi praninë e dikujt që shfaqet një qytet pa jetë, pa interes, pa histori, pa peshë, pa gjallëri, pa dashuri. A është problematik si personazh? Jo, ai është një personazh, po themi askushi, sepse unë mendoj që karremi më i bukur i këtij libri është që deri në fund lexuesi kërkon të di kush është ky personazh dhe dua t'ja u lë mister, sepse me të vërtetë është një libër i shkruar shumë bukur, por edhe që prek paradokset e pazakonta të jetës në periferi dhe harresën për të jetuar të njerëzve atje. Kështu e rekomandoj. Kliton Nesturi, njeriu që shkruante në Varreza dhe ky sugjerimi i dytë. Është një përzgjedhje ime që kam bërë po nga letërsia shqipe. Libri i tretë është libri i Ionila Godoles. Ionila Godoles është pedagoge, është shkencëtar e komunikimit te gazetaria. Njëherë është një aktiviste shoqërisë civile. Ka bërë një libër Manuali rrëzimi. Ky është një libër mendoj që edhe ky ndërton një optik për Shqipërinë e para viteve 90.
mendoj që të gjithë ne duhet të reflektojmë se çfarë ishte ajo periudhë. Shoh që brezat e rinj, sidomos fëmijët e mi dhe flas shpesh herë, kanë pak ose as pak informacion se si ishte jeta në komunizëm. Dhe çdo njeri zgjedh japi nuanca të ndryshme sa herë që rrethen diçka për atë periudhë. Sigurisht. Ne jemi të gjithë të bindur që çdo kohë ka ideologjinë e vet. Edhe demokracia ka ideologjinë e vet, edhe komunizmi ka ideologjinë e vet, por ne do duhet me patjetër që të gjejmë mekanizmat për të reflektuar se pse dështoi një sistem i tillë, çfarë ndodhi atëherë në atë kohë. Si ideologjitë manipulojnë njerëz. Ne jam i bindur që ideologjitë kanë shkaktuar shumë pasoja katastrofike për shoqërinë e njerëzimit, por njëherë ideologjitë kanë ngritur mbi ide që ne lidhemi me ide. Ne si njerëz komunikojmë me ide. Dhe po të mos ishin ide, besoj se nuk do të kishte një shoqëri njerëzore që të jetojë bashkë. Të ndërtojë, nuk do ishte as komuniteti, as shteti kështu më radh. Pra, është një libër me fakte historike apo rrethim personali? Mbi sistemin komunist, mbi sistemin komunist në Shqipëri dhe kjo është një ftesë edhe imja personale, edhe ku më mirë besoj se sa Mionela Godolen, përmes këtij libri ne kemi mundësi të reflektojmë mbi sistemin komunist. Një libër tjetër që kam përzgjedhur sot të ndaj me. Ti vetë si lidhesh me atë sistem, Albert? Me qenë se jemi këtu. Do të doja të them diçka ndoshta personale në marrëdhënie me të madh. Për shembull, gjithmonë ka patur diskutime me babain tim në lidhje me këtë çështje. Un kam lidhur në 75-ën, 15 vjet kam jetuar në sistemin komunist dhe 36 vjet kam jetuar në demokraci dhe në parantezë reflektimi që ka bërë Lea e Ypit tek libri të lirë mua më ka pëlqyer shumë. Dhe më ka bërë të reflektoj që ajo që thash edhe më herët, është që çdo sistem ka ideologjitë e veta. Babai më tha një ditë, unë tha me miqtë e mi, me shokët e mi, morëm lopatat, shkuam në minjera, nxorëm mineral, e quam në fusharës, bakre, pastruam, e quam në Rubik, e bëm ari këtej, bakra ndej, e quam në Shkodër, bëm tela, dhe këto telat, kanë si të dritën që shofim ne gjitha këtu, Nuk di sa që ato sistemet elektrifikimit akoma të jenë ndryshuar këtë 35 vjet. Kjo është historia jonë. Kaq ne ditën bënim me kazë, me lopat, prodhuam, bëm këtë gjë dhe kjo është historia jonë. Unë kam 35 vjet që pres historinë tuaj. Shumë e bukur. Do presi edhe pak. Kështu që çdo brez ka historinë e vet. Edhe ju keni historinë tuaj. Edhe keni edhe me baballarët tuaj dhe me gjyshrit tuaj për të bërë diçka ndryshe nga atë çfarë prindrit kanë bërë, çfarë gjyshrit kanë bërë, çfarë brezat kanë bërë, në mënyrë që ju nesër dhe ne fillojmë Shqipëri më të mirë fëmijëve tanë. Në vërtet. Dhe kjo më ka bërë të reflektoj shumë, ndoshta është nga gjërat më të zgjuara që kam kujtesë nga i madh. Ndjes se ishte një gjë shumë personale që e ndava me dhe natyre. Unë shoh një brez të ri që padyshim e duan Shqipërinë, e duan këtë vend. Shoh fëmijët e mi që besoj më te kalojnë edhe mua në shumë gjëra, shoh lexues të rinj për ditë në këtë Shqipërinë tonë të kolorizuar në perceptime nga më të ndryshme që me të vërtet janë njerëz që duan dijen, janë njerëz që duan vend, janë njerëz që duan të ngrihen, janë njerëz që duan të ecin përpara, janë njerëz që duan të tregojnë një thjesht vetveten edhe për këtë gjë jam i gëzuar sepse për hir të vërtetës Shqipëria sotme është më e mirë se Shqipëria e dieshme. Dhe ata që ndërtojnë një mekanizëm nostalgjie regresive e kanë gabim. Shqiptarët e sotëm janë më të mirë se shqiptarët e dieshëm. Dhe vjen duke u përmirësuar, nesër do të jetë edhe më mirë. Libri Forca e Faktit i Hans Rosling është një libër i mrekullueshëm për të kuptuar këtë gjë që brezat që po vinë dhe brezat që kanë ardhur gjithmonë janë më të mirë se brezat e përpara. Për të mos të ndalë më tutje. Sigurisht një nga për të kthyer tek lista rekomandimeve, pasi është një listë mixed, do thoja, ju kërkoj ndjes sepse në shumë e vështirë në një audiencë pak edhe si audienca e ekranit tuaj për të identifikuar qartësisht se cilët janë ata që na ndjekin ne që edhe t'ju japim rekomandime, por në radio janë të gjithë. Të gjithë librat unë jam i sigurt që do ta justifikojnë më së miri kohën dhe do t'ju ndryshojnë diçka për mirë në mendjen tuaj. Libri që keni duar? Bashkim Hoxha me romanin Rikthimi, Bashkimi ka shumë libra të mirë. Për koincidencë po shoh se ka shumë libra që vijnë edhe nga autor gazetar, por mendoj që edhe duket pak e qëllim nga ana jote. Jo, nuk është e qëllimshme, do të thashë këtë rastësore. Po, janë të gjithë shqiptarët. Në moment që po bënim bisedën për këtë emision, unë faktikisht po mendoja për një arsye që thjesht kisha shumë dëshirë të përzgjedha disa autorë shqiptar.
edhe për t'ju dhënë zë. Ne të gjithë bashkërisht do t'ju japim zë atyre. Është gjë shumë e mirë. Ka autorë që kanë shumë zë, ka autorë që kanë shumë promovim, ka autorë që mbështeten nga gjithë, dhe unë kam bërë një përzierje të autorëve që ndoshta jo vetëm thjesht unë dua të flas për ta, por jam i sigurt që për çdo lexues do sjellë një vlerë. Rikthimi Bashkim Hoxha është një nga autorët shqiptar të njohur tashmë, dramaturg padyshim shumë i mirë, edhe një i ekranit, por si një njeri që shkruan mendoj që është e te kalon njeriu në ekranit dhe medias, kështu që ja kam thënë edhe në një lloj marrëdhënie si shkrimtar se sa si padyshim. Filës nuk kam thënë lere ekranit dhe shkruaj libra. Se shumë nuk e njohin në këtë aspekt. Po, Kronikat e Mjergullës është një libër mrekullueshëm i atij, dimri i librave, po ashtu është një nga librat e tij më të mirë. Ka bërë një libër shumë bukur, Shtëpia e Verdhë, edhe Shtëpia e Verdhë dhe Rikthimi dhe Hotel Ballkan janë 3 libra që prekin këtë dramën e madhe që kemi ne sot me Kosovën. Me një lloj përpjekje manipulative propagandistike që ne si shqiptar të na bëjnë ata që si jemi. Pra, ju e kujtoni fare mirë çfarë ndodhi me Shtëpinë e Verdhë në raportin Dick Martit dhe sot e kësaj dite ne po vuajmë pasojat. Janë 4 njerëz mendoj të pafajshëm në Hag, në Burg, që ne si shoqëri duhet të gjejmë mekanizma për të reaguar në gjitha mënyrat, dhe Bashkim Hoxha me këto 2 romane ka sjell një lloj narrative që besoj që do t'ju vlej më shumë kujdo për të kuptuar se në çfarë papriturash historike po futen shqiptarët sot. E vërteta nuk më hahet. Kemi dhe 2 tituj të tjerë sa i takon. Kam edhe 3 libra të tjerë. Portreti një zonje është një roman i Henry James, është një roman klasik. Ky është sjellë në vitin 2025 nga Shpia Botut e Albas në përkthim nga Ganizelës. Është një nga kryeveprat e lehtësisë botërore dhe një nga përkthimet më të mira që është sjellë në 2025 dhe besoj që Henry James është nga rrëfimtarët më brillant, sepse në këtë libër po dhe në gjithë librat e vet ai sjell shkollat më të mira narrative të James Joyce'it, lehtësisë amerikane, lehtësisë europiane, të Marcel Proustit, dhe ky është një mal dashurie për të kuptuar psikologjinë e qenies njerëzore, botën e femrës sigurisht, dhe kushdo që do ta lexoj këtë libër jam i sigurt që do kuptoj shumë nga vetja, nga femra, nga jeta dhe nga gjithçka. U dash ka lexuar një klasik të gjithë duhen lexuar. Librat shkojnë dhe vinë, klasikët ngelin. Klasikët janë këtu për të na thënë që ato konstante universale që na ndihmojnë për të kuptuar jetën i gjejmë më së miri aty. Kam edhe 2 libra të tjerë. Për çështje kohe do duhet i bëjmë shpejt libri profesor Civicit, Sekreti i gjendjes së biznesit, akademik, por ky është një libër i cili është në 2 vëllime, ka bërë një model të biografisë të gjithë njerëzve në botën e biznesit që kanë transformuar biznesin kudo në botë. Elon Musk, Steve Jobs, ky është libri i dytë që është marrë përgjithsisht pjesë më të madhe të njerëzve të botës teknologjisë, por nuk është thjesht një model biografie e shkurtër e 48 njerëzve më të fuqishëm botës biznesit, por merret me filozofinë e tyre, me jetën e tyre, me dështimet dhe ngritjet e tyre, dhe për këtë arsye mendoj që çdo kush, por sidomos ata që kanë dëshirë si përmarrin, mund të mësojnë prej tyre. I është futur në themel profesor. Dhe libri i fundit është libri i ri, një autor i ri, Strategjia fletuese, është libri i parë për marketingun digital në Shqipëri bërë nga një autor shqiptar. Ne kemi mësuar të lexojmë shumë libra nga Gary Vee apo nga Philip Kotler apo nga shumë njerëz të tjerë, por ky është një libër i cili vjen në një këndvështrim shqiptar, bazuar në provojën shqiptare, dhe Renato Civili pas më shumë se 10 vjetësh eksperiencë në botën e marketingut digital, sjell 10 hapa, 10 rregulla se cili prej nesh do duhet të ndjek për të krijuar një brand personal apo për të bërë për të ndjekur brandin e një supermarketi një biznesi privat në botën digjitale. Autor shqiptar që ka qenë afër zhvillimeve teknologjike dhe këtu në Shqipëri, si thua, bën një manual për t'i njohur të gjithë lexuesit se si të sillen në këtë tregun globalist që po na përfshin të gjithëve. Tek hapësira juaj tek leximtari keni vazhdimisht evente të ndryshme, promovime librash, dhe kjo është në fakt një gjë shumë interesante. Dhe klubi i librit që është një klubi i librit, do të ndalesha vetëm pakës këtu, është e ka emrin Bytes and Books. Klubi i librit është i ndërtuar mbi të gjithë librat që janë të fokusuar mbi teknologjinë dhe se si teknologjia e forson shoqërinë tonë. Unë dua të falenderoj 2 miqtë e mi, Geron Kamberin, studius kërkues shkencor, pedagog po ashtu, dhe Gerti Bushnjakun, drejtuesin e Business Magazine, me të cilët ne prej një viti tashmë biznes, kjo si përmarrje me 3 njerëz
Me Bytes and Books tani bën 1 vit edhe kemi mbledhur një komunitet lexuesish që kanë qejf të kuptojnë më shumë se si teknologjia po na frymëson ne dhe jam shumë mirënjohës për këtë rrugtim. Sot kemi takimin e radhës me librin e profesorit Civicit, Sekreti i gjenimit të biznesit. Dhe Adrian Civici Do jetë i ftuar patjetër edhe atje dhe do flasim me lexuesit në mënyrën se si gjithë gjigantët e teknologjisë, ta gjeni të mëdhej e kanë strukturuar botën me biznesin e tyre. Albert, faleminderit kënaqësi. Ditë mbar të urojmë edhe sa më shumë votime të bukura të reja edhe sa më shumë njerëz që lexojnë. Kjo është edhe tema, si thua, e rubrikës tonë. Të presim sërish. Po. Edhe unë ju falenderoj shumë që më bët sot pjesë në hapësirën tuaj. Para pak ditësh pash një video të disa njerëz të shuar të kohës tonë dhe i thonin cili është mesazhi juaj, ata thonin read. Lexo. Ky është mesazhi im edhe për gjithë ndjekës të emisionit tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Nuk mund ta mbyllim këtë rubrikën tonë më bukur se sa kaq. Lexoni dhe na dëgjoni sepse ne do jemi edhe pak në Radio Travel 104.6 dhe Premium Channel. Kthehemi pas pak. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jemi rikthyer dhe pasi morëm të gjitha sugjerimet e mundshme për letërsinë shqiptare, pra nga autor shqiptar, erdhi momenti të sillemi tamam shqiptarçe. Siç duhet. Po duhet ta ankohemi pak tani. Okay. Po pra, u bë shumë bukur, për qenë vërtet. Ishte tepër e bukur. Duhet ketë edhe halle. Kalojmë te ankesa e ditës? Halle. Më vonë. Titulli Mikaela. Tani ne ndërkohë flasim për libra, flasim tema me psikoterapistë, diskutojmë me njëri tjetrin, komentojmë se si nuk duhet të kalojmë kohë në kafe kot. Do thoni ju çfarë ka shkruar dëgjuesi jon? Po në kafe duhet tani. Te kafja është fokusuar. Thot kaq stres sa kam unë, as kafen s'po e pi dot rehat. Do me thënë ky vazhdon, pi kafe, por nuk po e pi dot rehat. Më fal, po sikur ti kjo arsye e stresit tënd zotrit, faktikisht je në kafe. Pikërisht. Po që më duket se gjetëm për herë të parë zgjidhje në një ankesë. Kalle. Sa radhe gjetëm një zgjidhje. Ta ketë nga kafeina e lartë, nuk të bën mirë ajo. Të shkakton stres edhe angst. Në fakt kafja si nocion, kështu si kuptim është për të qarë edhe hallet. E kupton, ulesh dhe pi një kafe me tjetrin sikur çlirohesh, por në të njëjtën kohë ne kemi harruar edhe ta shijojmë kafen njerëz. E pim thjesht sepse duhet pir, por duhet marr koha. Jo, duhet marr hallet, është bërë për të zgjidhur punë. Ke vënë re edhe kur ke një takim pune, nuk të pret me njërin në zyrë. Në kafe, takojmë te kafe. Po italianë për shembull e rrufisin direkte, prapë shijojnë se kafe shumë mirë kanë. Fitojnë kohë për ditën e tyre. Edhe në këmbë. Edhe shijojnë, ëh. Edhe shijojnë. Në fakt është një çështje kulture që ata e kanë mbajtur edhe është edhe çështje qytetarie për mendimin tim. Po pse thua që ne nuk e shijojmë kafen? Nuk e di, më duket sikur e pim më shumë se ç'duhet. Ne shoqërojmë me llokum, me biskota. Më duket se e pim thjesht se duhet pira ajo kafja e mëngjesit kur në fakt duhet shijuar ajo gllenka e parë edhe kështu me kafja e mëngjesit thot Franci. Ti thot neve që zgjojmë 5 mëngjesit. Ta shijojmë të rrimë. Fale sa herë po ulen në kafe në ditë ti thua kafja e mëngjesit. Nuk është halli vetëm te kafja e mëngjesit, jo. Kujdes nga kafet zotri. Kujdes nga kafet. Nice, e zgjidhëm një hall. Po iku kjo. Ne do ta shënojmë në kalendar. Dita ku ne zgjidhëm hallin e parë. Kemi halle të tjera, ëh. Edhe një hall tjetër dhe këtu vështirë se jepni dot zgjidhja. Pa njëherë. Thot, punojmë nga tetor, po lodhja është si më shën 18. Si 18 po. Ngarkesë e madhe është tepër i lodhur mendërisht. Ne duhet ankohemi. Ne s'po i kthehemi asaj temës që i bie futemi prapë te tema jo. Pra, tetor tani e ka zgjedhur zotëria zonja për ta bërë atë tetorarshin e tij. Po tetorarshin vetë zgjodhe vetë deshën baje tani. Jo, kjo është e vërtet. Do jetë ishte në administratë ja. Ose të paktën, në fakt kjo nuk është për të thënë të paktën, kjo është për të thënë përpiqu që ato tetor ti bësh vetë produktive dhe ti kalosh me pozitivitet, me energji shumë të mirë, ti gjesh një far kuptimi të gjitha atyre orëve që ti i kalon atje te puna. Të bësh një dorë letra. Si e thash? Është aq bukur sa duhet të dëgjojmë Kalle Hallin prap tani. Hallin. Shikoj. Mbi të gjitha ka. Ky është një hall shumë i rëndësishëm sepse shumë vende europiane kanë futur tani po praktikojnë formulën e re të javës së punës me 4 ditë.
Duke qenë se njerëzit janë shumë të lodhur edhe të rish gjatë në punë, jo detyrimisht do thotë që ti t'jesh produktiv, se shumica është ajo që thashun që edhe luajnë letra, edhe pushimin e zgjasin pak më shumë se ç'duhet, merren me thashë theme dhe ka njerëz që në orare të ndryshme janë më produktiv gjatë ditës. Për shembull, ka njerëz që në mëngjes, thonë, nëse punojnë në mëngjes, jam super produktiv, pastaj më bie energjia. E kundërta ndodh me të tjerë që thotë nga pasditja i rifitoj ato energjitë e mia dhe kjo është nga praktikat dhe metodat më të mira që po bëjnë disa vende europiane, që ti punon nga e hëna në të njëjtë dhe të premten të shtunën të dielën e ke kohë për veten tënde se ndoshta aq të duhet për të karikuar. E shtuna e diela ikën shumë shpejt, ndoshta duhet ta aplikojmë edhe ne këtë. Kam përshtypjen se gjithmonë më shumë po i afrohemi ides siç duhet të jetë në fakt që rëndësi ka të jesh produktiv, pra të bësh një punë cilësore, jo këtij konceptit që sidomos në Shqipëri është në mas, që edhe nëse nuk ke një detyrë për të bërë, duhet të rish tetor para kompjuterit kështu. Te ne po dalin dhe të shtunë në punë, sepse duan vetëm me të pas aty në zyrë. Pra, un po të jap këtë pagën dhe ti je detyruar të rish aty në zyrë, edhe nëse i ke mbaruar punën që Mikaela, si ishte shpreha jote nga kosha? Do kosha? rish si çejçua me një kamcila. Na fute në thekra? Na fute thekrave. Thekrave, mos na fut thekrave, të lutem. Na lër kështu në grurë. E mirë, pra vetëm një hall mund të zgjidhim. Kalle hallin. I dëgjuam edhe ankesat e ditës edhe dham disa mendime, opinione, në Ada gjeti dhe një zgjidhje mendime për kafen. Mendime, opinione japim gjithmonë, në zgjidhje siç e pe vetëm një. Vetëm një. Po, për të tjerët po. Si ta shpreha të thajmë pitën e për të dhënë mendje për veten? Kemi edhe një quizi Gjejeku që ju shpërblen me një kupon në vlerë 50 euro nga Sweet Spot. Ende nuk e kemi një fitues, po kemi edhe disa minuta në dispozicion për ditën e sotme. Pyetja është kjo: në cilin vend njerëzit kërkojnë falje edhe kur i shkel ti? Pra edhe kur ti e ke fajin për diçka, ata kërkojnë falje. Kanada, Japoni, Angli apo Zvicër? Një ndim e vogël. Sorry është fjalë përshëndetse për ta. Kur kërkojnë falje. Pra sorry e përdorim më fal, është përdoret aq shpesh sa duket si një fjalë përshëndetse. Sorry. Sorry. Pra kush mund të jetë Kanada, Japonia, Anglia apo Zvicra? 068 40 63 423. Meqense që ka një fjalë anglisht do të thotë që është nga Azia. Nuk e di. Sa mirë që kolegët zëres e praktikisht e dhanë përgjigjen, kështu që nxitoni kush ta shkruaj i pari emrin ngeli tani. Okej, mirë, ku jemi tani? Jemi tek një moment shumë interesant dhe shumë i bukur, sepse do qeshim i çi. Vajza, jeni të lumtur ama. Duam të qeshim shumë, jo një Doni të qeshni shumë, është momenti sigurisht ku ne i dedikohemi anekdotës Barsaletës së ditës. E kam atë muzikën e bukur se më pëlqen shumë. Po shumë e bukur. Do kshu efekte zanore ca zojste. Nga pak. Tiu. Ua. Po flisnim për kafe në Shpar. 2 zonja të nderuara. Zonja. Ose dhe po zonja se ishin të dyja të martuara, po. Jo domosdoshmërisht dëgjojeni deri në fund. Jo, nuk është ne dhe Mika. Se i ka kështu me drama ky Barsaletë. 2 zonja po flisnin me njëra tjetrën dhe sigurisht që duke pirë kafen, po qanin hallet me njëra tjetrën. E me korbë tha njëra, kështu s'po na ecën, po kështu e po fëmijët, kështu e po vjerra, kështu e po vjerja, ashtu. E kështu me radhë, në një moment të bisedës, njëra nga zonjat thot jam shumë e mërzitur, thot edhe e trishtuar se nuk më dalin tha lekët që më jep burri për të harxhuar dhe për të prishur gjatë të gjithë javës edhe gjatë të gjithë muajit. Edhe tani kjo shoqja vet e dëgjoi hallin edhe Zori ca lek nga xhepi. Jo, i dha një këshill shumë interesante. Po ti tha, pse bie kaq budallaqe, i tha. Ti ke mundësinë që të gjesh një të dashur. Hajde, ç'a shoqe. I cili do të mbaj ty me lek, i tha, të t'jap 1 milion lek, i tha, ti kesh dhe ti shpenzosh për qefin tënd. Ndjes, kjo është Barsaleta apo strategji marketingu? Ti merre si të duash në Ada, kështu që ja. Strategji fituese. Urdhëro. Po. Merri tha një gjenje të dashur, i tha, dhe ai ti jep 1 milion lek dhe ti bie rehat, i tha, merr edhe lekët e burrit, edhe lekët që ti jep ai dhe je okay. E pa kjo dhe i tha, po që se ke keq, i tha, biles, i tha, unë do ta bëj një çik, tha, do ta zgjeroj gamën, tha, se do marr 2, tha, do gjej 2 dhe të më jap secili nga 500, tha. E kupton? Ku po shkon kjo botë? Po, edhe po e dëgjonte kjo. Po që se ke keq, i tha, prap shoqja vet, ti madje, i tha, mund ta zgjerosh akoma më shumë, i tha, këtë gjën. Këtë iden, po, edhe mund të marrësh, i tha, mund të gjesh
4 i tha, të t'jap secili nga 250 i tha, ke edhe 4, ke edhe 250 nga secili i tha. Po dalim me të njëjtën. Duke folur kështu, po pra, po për ta plotësuar të 1 milionshin, pra po shtoheshin pretendentët. Një xhaxhi që po rinte ande mbrapa, edhe po pinte kafen e vet, i qet atje duke para të lajmet, ha? Bëje, po, bravo. Edhe ngre dorën xhaxhi, më falni, tha se po ju dëgjoja kam që shpari, tha, kur të arrini tek 50.000 lekë më thoni mua, tha se kaq ka mundësi, tha, deri te 250 nuk shkoj dot. Pensioni xhaxhit. Po, aq kishte mundsi xhaxhi se me 50 tjetër do paguante dritat të truista. Po, sakrifica mbi të gjitha. Kujdes ku e pini kafen. Donin t'i kursenin sa më shumë këto pretendentët. Gjithmonë shikon sa të mira, strategji marketingu. Xhaxhi ka dhe shok. Vjen vetë. Po s'ka se sa 50 mund të ulej, pastaj mund të shkonte 25, 10, 2000 lekë. Avash tani, avash, jo po të jepte kjo lek. Po ku i dihet gjëra që ndodhin, gjëra që ngjasin ishte po titulli. Parceleta shumë të forta për mëngjes të Franca, ke menduar ndonjë. Se ju japim ide njerëzve, jo për gjë. Un kam për detyrë që ju të qeshni çik se si do qesh në shpuna juaj. Qeshëm shumë. Qeshëm. Po edhe nga 5 vjeçës. Okej, mirë, ne kthehemi pas pak sepse jemi ende në Premium Channel dhe Radio Travel drejt fundit, dëgjojmë muzikë dhe kthehemi në studio. Die for me, tha më. Die for me. You never let me go. Vdisi. Më premtove, i tha që nuk do më lësh asnjëherë. Si ka Sa nisur përlonda këto këngë për mëngjes. A mund ta po 9:20 minuta me mëngjesit të gjithëve. E thash. Dhe në 9:20 minuta çfarë do bëjmë ne, do thoni ju? Kemi trende tani. Do flasim për trendet, po. Dhe trendi i parë është një trend që kam përshtypjen Franci nuk do e pëlqej fort. Ka të bëjë me kinematografin, por jo me atë që ti vlerëson dhe ndjek. Sepse mënyra tani se si konsumojnë serialet ka ndryshuar. Është një terminologji e re që quhet vertical dramas. Drama vertikale. Drama vertikale, pra nuk janë më horizontal, që postojnë në rrjetet sociale, TikTok kryesisht. Drama që postojnë në TikTok, Reelsa, Shortsa, zgjasin episodet nga 1 minutë, 1 minutë e gjysmë maksimumi, quhen vertical dramas për shkak edhe të formatit në të cilin postojnë. Që përshtaten, po. Dhe duket se edhe Hollywoodi po i bashkohet këtij trendi dhe po prodhon seriale. Po. Bollywoodi po e po. Po edhe Hollywoodi. Jo, Bollywoodin e dinim po. Sa pata një farë kënaqësie që Alberti që kishim të ftuar në studio më dhuroi një libër, tani ti vjen me këtë trendin e ri që pas ka dalë dhe bësh pak më modern, duhet të emancipohesh. Unë nuk është se jam modern. Unë e bëj që ti të përjetosh të gjitha emocionet. Kjo është të kalosh për temë modernizmit, sepse po shkojmë drejt një gjëje që nuk ka ndodhur më përpara. Tani njerëzit thjesht do ta shikojnë atë serialin në telefon 1 minutë dhe mirupafshim. Ku qëndron shija që ti ke? Ti ke të gjitha episodet dhe është bashkuar me këtë trendin pra të konsumit të shpejtë të çdo gjëje. Po investojnë me miliona dollarë në këtë zhanër. Njerëzit gjithmonë kanë dashur soap operas edhe telenovelat, edhe sidomos ne si popull që jemi rritur me telenovela dhe faltyre kemi mësuar edhe gjuhë huaja, prandaj jemi kaq të shkathët kur u thojmë nëpër botë për komunikimin bazik të paktën. Ky është trend i ri sepse po bëhet franchise në shumë shtete të botës, edhe në Shqipëri është futur, por gjuha në të cilën flasin aktorët është anglisht patjetër. Janë drama të çuditshme, edhe historitë janë qesharake, po me sa duket janë addictive. Pra janë tërheqëse për njerëzit që në 3 sekondat e para, sepse kanë këto jo marrëdhënie toksike, jo vjerra, më la, dhe gjithmonë në sekondat e fundit të lë me ndonjë dramë, me ndonjë kuriozitet, me ndonjë suspans që ti je i detyruar, pastaj të shohësh dhe 30 po janë shumë të dobta si drama dhe ti e kupton që tek biseda midis aktorëve se janë I did that but why didn't you do? I didn't know that you do that. English 50-50. Ndër të gjitha problematika dhe çështjet që sot po përjeton industria e filmit, Hollywoodi, por përgjithsisht industria e filmit me teknologjinë që supozohet të zvendësojë edhe aktorin fizikisht. Pra inteligjenca artificiale po hyn deri atje sa ti regjizori nuk ka nevojë që të marrë një aktor konkret për të prodhuar emocionet që kërkon filmi, por merr një njerëz të krijuar nga inteligjenca artificiale dhe ai ta prodhon emocionin në mënyrën e tij dhe
Kjo është temë tjetër pastaj, po në fakt këtu hyn, sepse në është rastin një e krizë. vertikal dramas, qëllimi nuk është përmbajtje dhe që të shitet historia, por është ngacmoj të gjithë ata që i shohin sepse janë shumë janë shumë qesharake dhe njerëzit atë duan. Domethënë janë forma që po e largon njeriu nga kinemaja tradicionale klasike që ti ulesh dhe shikon në ekranin e dedikuar vetëm për kineman. Mirë, vetëm Vudi është në krizë për momentin se nuk po prodhohen filma. Të largojnë nga kuptimi. Pra ti i sheh ato dhe nuk përfiton asgjë prej tyre përveç se harxhon pak kohë. Frans, unë e kuptoj që ti je parimor edhe e pëlqen teatrin edhe kinematografinë e vërtet, po ideja është nëse ty të bëhet një ftesë për të qenë aktor në një nga këto dramat, nuk do pranoje me një pagesë shumë të lartë. Ato është e vërtet kjo që thot Mikaela se hidhet shumë para. Tani mos bëjmë më katolik se papa, sigurisht do ta pranoja. Po kjo nuk do dilte kundër parimeve të mia për kineman e vërtet. Vjen keq se jeton në një duhet të praktikosh atë që predikon. Megjithatë, unë kam edhe një trend që do të entuziazmoj. Okej, hajde ta dëgjojmë. Komplet ana tjetër e medaljes. Nëse të gjithë përpiqen të jenë sa më sa më online, trendi i radhës është të jesh offline. Mos të dukesh fare. Po. Joy of missing out. Është e thënë se gjatë dhe është kënaqësia e të mbeturit jashtë. E të mbeturit jashtë planifikimeve, jashtë rrjetit. Super, shumë e bukur. Dhe ka, domethënë shkëtyr në trend sepse njerëzit po zgjedhin gjithmonë më tepër që t'i lënë telefonat dhe pajisjet teknologjike minjan edhe po zgjedhin që të shkojnë në restoran dhe ta hanë realisht atë pjatën, jo t'ju ftohet derisa t'i bëjnë foton perfekte. Super. Të shkojnë të shikojnë perëndimin dhe realisht të njohin dhe të dallojnë ngjyrat e perëndimit se i njohin vetëm nëpërmjet filtrave të telefonit. Do thonë hapse këtë ngjyrë paska. Në momentin që ka një perëndo ka dielli, ka një tengopje se në çdo story që ti shikon një tat gjëra edhe njerëzit sikur tërhiqen. Po, ndoshta i shtyn kjo që bëjnë gjëra më interesante ose të flasin për veten e tyre, për eksperiencat e tyre reale, sesa thjesht të dokumentojnë çfarë hëngrën, çfarë pinë. Ka hapësira të dedikuara tek kësaj gjë. Kjo në fakt nuk është vetëm një trend, po bëhet më masive, po kthehet si në një farë revolucioni në rrjet. Ashtu, mirë, kjo është okay. Po ajo që s'më pëlqen me Francin në krye. Janë për shembull, ka njerëz që kanë nisur edhe më herët këtë, po janë kështu në sensin e fantazmës. Fantazma që ti ke në rrjetet sociale. Njerëz që ti e di që i ke friend aty miq, përgjën nga dritarja. I ke follow, shikojnë çdo story të kujdo dhe për veten nuk postojnë asgjë. Kjo është e frikshme. Po, në fakt ky trendi më kujton një gjë, Mikaela, grupe mish të cilët zgjedhin që të hanë darka me njëri tjetrin dhe kush e prek telefonin i pari, atëherë është i detyruar që të paguajë faturen. Edhe të tjerëve. Kjo është një gjë super. Sfidave, e dini që po krijohen edhe resorte specifikisht për këtë punë, resorte detox. Pra ti shkon në këto resorte për pushime, dorëzon të gjitha në momentin që hyn aty dhe shijon pushimet tamam. Jo, po tani pa telefonin. Shumë e bukur dhe do ta bëja vazhdimisht, do ta zgjidhja këtë. Po si të marrin vesh të tjerë që ti ishe te ky resort i bukur. Po s'duaj ta marrin vesh me çupa puna pastaj. Je shumë boring. Çupa puna. Shumë e mërzitshëm. Kjo është si ti jesh VIP në rrethin tënd shoqëror të ngushtë. Shiko, Instagrami për këtë punë bëri edhe atë close friends, domethënë opsioni i storyve, i historive që ti ke vetëm për një grup njerëzish të caktuar që i zgjedh vet. Për të tjerët mund të duket sikur ti nuk poston, po tek ai ndërkohë ti e ke mbyt aty. Aty ndërkohë ke vetëm 75 story në ditë aty. Aty ke vetëm mamin edhe babin ndërkohë dhe shpërndani kështu receta mirë. Je shumë parimor, nuk po pëlqen. Nuk jam dakord. Je shumë i mirë për të qenë i vërtet. Jo, domosdoshmërisht, po kështu jemi tani, çfarë të bëjmë, do bëjmë se s'kemi çfarë të bëjmë. Çfarë për të bërë do bëhet. Okej, këto ishin trendet, ëh? Ato ishin trendet, po. Bukur, ne do të dëgjojmë edhe një këngë dhe pastaj kthehemi për ta mbyllur me Travel Hacks, apo do dëgjojmë Travel Hacks dhe mbyllim njëherë mirë. Si mendoni ju vajza? Edhe 4 minuta kemi që pa dëgjojmë një këngë dhe kthehemi. Mirëmëngjes. Begging. Jo, begging. Super këngë. Ju pëlqeu? U zgjuan vajzat tona me begging. Fiksemi gati për të bërë mbyllje. Fiks për të bërë mbyllje dhe në fakt tani në momentin e dur. Tani jemi tek rubrika që ne e quajmë Travel Hacks, ato hilet e vogla që ju duhet të keni parasysh kur udhëtoni. Truket që duhet keni parasysh gjithmonë kur merrni valizën dhe ikni për udhëtim. Me para gjë që do t'ju themi për udhëtime të largëta. Të largëta, po patjetër. Jo për këto të shkurtra 2 ditore. Kjo është e vërtet. E para gjë që do t'ju themi sot është mos udhëtoni pa kontrolluar rregullat e hyrjes tek vendi ku po shkoni, si më thënë na duhet vizë, dokumenta, vaksina edhe kështu me radhë. E dyta gjë, mos injoroni jet lag, që është ai kabërcimi kohor që bën kur shkon nga një vend tek vendi tjetër.
që të keni parasysh se kur duhet të pushoni, kur duhet të flini dhe jo. Dhe e treta gjë që un kam për t'ju thënë është mos hipni në avion pa gjërat bazë në çantën e dorës, sepse ndodh që valizhet mund të humbasin, mund të vonohen dhe ju nuk keni atë karikusin që do t'ju duhet për të karikuar telefonin. Po ilaçet, ore, një termometër, se si dihet temperatura. Po, mbajini gjithmonë tek çanta që merrni me vete kur ngjiteni atje në avion. E nëse e keni me vete atë karikuesin, nuk duhet ta harroni adaptorin e karikuesit, sepse jo të gjithë kanë të njëjtat prizat dhe shkoni në Japoni apo në Amerikë dhe papritur. Kjo është këshill me vend. Nuk ju bën punë. Kemi gjithashtu edhe sigurimin shëndetësor jashtë Europës, sepse ndonjë sëmundje e papritur nëpër këto kontinentet e tjera kushton jashtëmase shumë për të kuruar, kështu që keni kujdes gjithmonë me siguracion me vete. Mos merrni vetëm cash ose vetëm kartë. Ka disa vende që pranojnë vetëm pagesa cash, ka disa të tjera që pranojnë vetëm pagesa me kartë, kështu që kombinimi mes të dyave është ideali. Ne vazhdojmë me të tjerat. Mos planifikoni udhëtimin pa ditur kulturën lokale. Në disa vende veshja ka rëndësi, sjellja në publik është ndryshe, bakshishi funksionon ndryshe dhe respekti është travel hacku më i madh që ju mund të praktikoni. Mos e mbushni ditën e parë me aktivitete. Dita e parë është për adaptim ose përshtatje, për të njohur një herë territorin se ku je dhe ç'a bëhet aty. Por si janë këta njerëzit? Nëse zbret pas 14 orësh fluturim dhe shkon direkt në tur, do rrëzohesh nga lodhja, e vërtet kjo. Mos harroni që udhëtimet e largta janë eksperiencë, jo vetëm destinacion, dhe udhëtimi i gjatë mëson durim, kulturë dhe perspektivë. Mbajini mend këto që sapo tham. Gjithashtu nuk duhet të harroni as kopje digjitale të dokumentave. Pra bileta, viza, pasaport, çfarë do lloj gjëje tjetër që duhet print. Do t'ju duhen patjetër. Jeni në kopje digjitale. Duhet udhëtosh me Mikaelën se duket që jam e organizuar përgjegjshme me këtë drejtim. Të mëson edhe përvoja. Kemi udhëtuar përmes trukeve në udhëtime, por edhe me quizin ton gjeje ku. Ky është vendi ku mund të shkelësh dikë dhe ai të thotë më fal. I'm sorry, në fakt është thjesht një ftesë për paqe, pra ti e shkel dikë, ai thotë I'm sorry dhe secili vazhdon jetën e tij dhe është pikërisht në Kanada. Me sa duket janë njerëzit më të sjellshëm në botë, sa i takon marrëdhënieve me të tjerë dhe kërkojnë paqe dhe jo konflikt asnjëherë. Fituesi është Adasha ime deri diku, Niada quhet vajza, me numrin që mbaron me 914. Urime ke fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Ta gëzosh e dashur dhe ne vazhdojmë jetën tonë. Nuk të shkeli njeri, por I'm sorry. Dhe urime. I'm sorry, por we are sorry in fact, sepse mbaroi emisioni edhe për sot, por ne do shihemi dhe do dëgjohemi prapë nesër në valët e Radio Travel 104.6 dhe në ekranin e Premium Channel në Zgjohu po deshe me mua Francin, Adën dhe Mikaelën. Deri nesër ju urojmë një super ditë të bukur me shumë energji njerëz. Ja ti mbledhim tona qetona edhe të ikim me kokën lart. Miru, pafshim nesër, ditë mbar.